Janë bërë 2 vjet e gjysmë që kur kryeministri i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, kishte vizituar Kosovën. Pas kësaj vizite kishte shtyrë autoritetet kosovare që të formojnë një komision për rishikimin e librave të historisë në raport me periudhën e perandorisë osmane. Verzioni i ri i historisë thotë se perandoria osmane është një pushtues, por jo një sundues i egër. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan dhe ai kosovar Hashim Thaçi e kishin falur së bashku një namaz xhumaje në nëntor të vitit 2010 në Prizren. Shefi i qeverisë turke po e vizitonte për herë të parë Kosovën dhe kur pa objektet fetare në Prizren, kishte folur për relacionet Kosovë-Turqi. Këto xhami simbolizojnë vllazërinë mes Kosovës dhe Turqisë, kishte thënë Erdogan. Unë mendoj se vizita parë është një vizitë politike, një vizitë e dobishme, pse vjen Erdogani dhe në Kosovë dhe burshesat e tjerë, kjo vetëm sa i ndihmon shtësisë Kosovës, na kemi nevojë për një miqësi dhe miqësi duhet pranohen miqësisht. Kosova dhe Turqia deri me tani kanë nënshkruar disa marrëveshje që lidhen me mjedisin, shkencën, ekonominë dhe ndihmën ushtarake. Por Turqia ka kërkuar bashkëpunim edhe në fushën e arsimit. Mendoj që mirë është shteti apo institucionet shtetënore apo edhe institucionet shkencore që mirën më interesu për këtë raport, por jo me bo farë tendence për ndrimin e historisë. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi edhe këtë të shtunë në emisionin Randevu. Këtë kronikën e shkurtër që ndoqet, të nderuar shikues, është pjesë e emisionit dokumentar që do ta ndiqni sot, që ka të bëjë me perandorinë osmane, apo më mirë të themi prezantimin e perandorisë osmane në librat e historisë, përkatësisht ndryshimin e termeve në historinë në librat e historisë Kosovës. Shqiptarët kanë jetuar 5 shekuj në pushtimin e perandorisë osmane. Ky është një fakt historik të cilin askush nuk mund ta mohojë. Natyrisht se në librat e historisë të cilët i mësojnë nxënësit në shkollat e Kosovës, perandorinë osmane mësojnë si një pushtues i egër që ka bërë vrasje në trojet tona dhe që kishte marrë prona e kishte ngritur taksat e larta për shqiptarët. Mirë po, këto fakte historike, qeveria e Republikës së Turqisë ka kërkuar të ndryshohen. Me arsyetimin se atyre nuk u pëlqen që kosovarët të mësojnë historinë e interpretuar nga Tito apo Enver Hoxha. Kosova tashmë ka ngritur një komision për rishikimin e prezantimit të historisë. Ky komision tashmë ka formuluar një raport të punës për lëndën e historisë. Këtë raport e posedojmë edhe ne, unë personalisht e kam lexuar mbrëm, pyetjet që do t'i ngrisim në debatin që do ta zhvillojmë sot në Randevu. A duhet që ne të ndryshojmë historinë për shkak të ruajtjeve të raporteve me një shtet mik? A ka pasur vërtet nevojë që të ndërhyjet në tekstet shkollore? A është e vërtetë se ne mësojmë historinë ashtu siç në ka interpretuar sistemi komunist i Titos në Kosovë dhe i Enver Hoxhës në Shqipëri? A duhet të nënshtrohet shkenca karshi politikës kur bëhet fjalë për ndryshimet e historisë? A mund të jetë precedent ky ndryshim në historinë në librat e historisë karshi perandorisë osmane edhe nga ndonjë shtet tjetër? Pas pak në Randevu debatojnë zëvendës ministri i arsimit të Kosovës Nehat Mustafa, kryetari i komisionit për rishikimin e prezantimit të historisë, zoti Shkelzen Raça, si dhe 2 historianët, të cilët janë autorë të librave shkollore të historisë, Frashër Demaj dhe Femi Rexhepi. Ndjekim një blok të shkurtër reklamash, më pas kthehemi në studio, ju prezantojmë mysafirët edhe më pas dokumentarin dhe diskutimin pikërisht për temën prezantimi i perandorisë osmane në librat e historisë. Mysafirët tashmë i kemi në studio me të cilët do të debatojmë për ndryshimet në librat e historisë në raport me perandorinë osmane. Me mua pra sot në studio është zëvendës ministri i arsimit, zoti Nehat Mustafa, zoti Nehat mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Me mua është kryetari i komisionit për rishikimin e prezantimit të historisë, zoti Shkelzen Raça, zoti Shkelzen mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Me mua është zoti Femi Rexhepi, historian, një herë është autori i librave të shkollës fillore, domethënë të historisë, zoti Femi mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Po ashtu edhe Frashër Demaj, autor i librave të historian natyrisht, edhe autor i librave të shkollës librave të historisë të shkollës fillore, një herë është drejtori i Institutit të Historisë së Kosovës. Mirë se erdhët.
Mirë se gjithë. Siç po shihet tashmë këta të dy, po mendoj të katër mysafirët janë pajisur me dokumente, sepse do ta kemi një diskutim pikërisht për këtë temë që ditët e fundit është goxha aktuale, sikurse këtu, pra në Prishtinë, por edhe në Tiranë. Fillimisht të nderuar shikues, do t'ja ndjekim një emision dokumentar, pra që flet për vizitën e Recep Tayyip Erdogan, pra kryeministit të Turqisë në Prizren, ku ishte takuar me kryeministin Thaçi. Erdogan kishte dhënë një deklaratë e cila pra flet për ku mes tjera thuaj se xhamitë e Prizrenit simbolizojnë vllazërinë mes Kosovës dhe Turqisë. Pas ti, në Kosovë vjen ministri i punëve të jashtme të Turqisë, Davutoglu, i cili deklaron se Turqisë nuk i pëlqen që kosovarët të mësojnë historinë e interpretuar nga Tito, ndërsa ministri i arsimit të Turqisë, Omer Dinçer, kishte kërkuar që të largohen paragrafet nga librat e historisë së Kosovës, të cilat përmbajnë fyrje për Turqinë dhe personalitetet historike të këtij vendi. Emisioni dokumentar, ku protagonistë janë dy historianët, Enver Rexhaj dhe Jusuf Buxhovi, flet për rrjedhën e kërkesave të Turqisë për ndryshimin e librave të historisë, si dhe pjesë të ndryshimeve të shkëputura nga raporti i Komisionit për rishikimin e historisë. E ndjekim bashkë me pas kthehemi në studio dhe vazhdojmë pra debatin për këtë temë. Janë bërë 2 vjet e gjysmë që kur kryeministri i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, kishte vizituar Kosovën. Kryeministri turk, Recep Tayyip Erdogan dhe ai kosovar Hashim Thaçi e kishin falur së bashku një namaz xhumaje në nëntor të vitit 2010 në Prizren. Shefi i qeverisë turke po e vizitonte për herë të parë Kosovën dhe kur pa objektet fetare në Prizren, kishte folur për relacionet Kosovë-Turqi. Këto xhami simbolizojnë vllazërinë mes Kosovës dhe Turqisë, kishte thënë Erdogan. Unë mendoj se vizita parë është një vizitë politike, një vizitë e dobishme, pse vjen Erdogani dhe në Kosovë dhe përshesat e tjerë, kjo vetëm sa i ndihmon shtetsisë Kosovës, na kemi nevojë për një misi dhe misi duhet pranohen misisht. Sa i takon kësaj çështjes të vizitave të Turqisë që janë në kohë të fundit intensive dhe disa vllazëri qyteteve, po edhe kontaktet e mira, parimisht nuk jemi kundër. Unë mendoj edhe që shqiptarët nuk janë kundër, është një shtet i cili është ekonomikisht shumë i fortë, kemi do lidhje tradicionale, kuptohet gjatë një kohë e periudhët gjatë të bashkëjetesës në atë kuptimin, edhe pse kemi qenë të pushtum 5 shekullor afërsisht. Kosova dhe Turqia deri me tani kanë nënshkruar disa marrëveshje që lidhen me mjedisin, shkencën, ekonominë dhe ndihmën ushtarake. Por Turqia ka kërkuar bashkëpunim edhe në fushën e arsimit. Autoritetet turke kërkojnë rishikimin e librave të historisë kur bëhet fjalë për perandorinë osmane. Mendoj që mirë është shteti apo institucionet shtetënore apo edhe institucionet shkencore që mirën më interesu për këtë raport, por jo me bo farë tendence për ndrimin e historisë. Në muajin prill të vitit 2011, Ministri i Arsimit të Kosovës, Rambuja, kishte formuar një komision me 5 anëtar, të cilët do të merreshin me këtë çështje. Por zyrtarët turq nuk rreshtën se kërkuarin ndryshimet e historisë sa herë që vizitonin Kosovën. Kjo ka ndodhur edhe gjatë vizitës në Kosovë të ministrit e punëve të jashtme, Ahmet Davutoglu, dhe atij të arsimit Omer Dinçer. Ndërsa sa i përket vizitës së ministrit të punëve të jashtme, ai ka lënë për masat e vizitës miqësore edhe politike madje, sepse nëse nga ato që i tha ti në Prizren, ke marrë vesh se edhe Erdogani dhe Thaçi kanë biseduar për një misi shokullore tjera, ajo ministri i jashtëm të Turqisë nuk është në përputhje me këtë frymë. Përkundrazi ajo është një përzimje 10-50 në çështjet politike të një vendit sovran, i cili më tepër se kurrë ka ndihmë prej miqve, veçmë prej një Turqie me të cilin shqiptarët megjithatë i lidhin në histori
500 vjeçare në histori përbashkët. Kjo do të thotë se këtu kemi një problem politik. Turqisë nuk i pëlqen që kosovarët të mësojnë historinë e interpretuar nga Tito apo Enver Hoxha, kishte thënë ministri i punëve të jashtme të Turqisë, Ahmet Davutoglu. Nuk ka të bëjë kjo me Titon fare këtu. Përkundrazi nëse na bilim merrem po flas tash si shkencëtar, interpretimi historik në kohën e Titos për shumë shka ka qenë mjaft liberal dhe mjaft shkencor, për dallim prej interpretimeve ideologjik që kanë qenë në Shqipëri edhe në vende tjera. Prandaj këto duhet me da. Ministri i jashtëm turk askush nuk ka drejt të bëjë në tema të tilla, sepse ato çojnë të prapë po them të ndërhyra politike. Nuk mendoj që është bashkë ashtu, se atë histori ndoshta ka pas ndikim Partia Komuniste dhe është e mundshme që çdo ndikim partijak edhe në kohën e sotshme mund të ndikoj, mund ta merr dikush që aktivizimin, komisionin tash që ka themelu kryeministria e Kosovës përmes Ministrisë të Arsimit mund ta merr në aspektin politik. Do me tonë në kohën moderne, por edhe atër ka pas ndikime, po jonë për masat që më ndru. Terminologjia është terminologji. Por me që jo është rrut këtë pyetje dhe po trajtoni këtë qartë që është shumë e vend dhe mediumet tona duhet të kushtojnë ma shumë kësaj çështje e rëndësi, atër duhet të them se na kur flasim për shkencën, për këto probleme, kemi dy probleme njëherësh. Kemi problemin politik dhe problemin shkencor që janë ndërsjella. Problemi politik është sepse na kemi një politikë çfarë, kemi mjaft papregjeshme e cila me që nuk i kryen detyrat në planin politik përzihet në çështje shkencore. Ndërkohë që kemi edhe një shkencë dhe një opos shkencëtar cilët me institucione që paguhen mjaft mirë dhe kanë dhe infrastrukturë shkencore shumë të mirë, nuk bëjnë punë shkencore. Dhe natyrisht aty ku nuk ka shkencë, ku shkencëtarët nuk e thonë fjalën e vet, atër politika e thot fjalën e vet. Edhe ministri Dinqër gjatë vizitës në Kosovë në takimin me ministrin Buja kishte kërkuar që të largohen paragrafet nga librat e historisë së Kosovës, të cilët sipas tij përbëjnë fyrje për Turqinë dhe personalitetet historike të këtij vendi. Unë nuk pajtohem, kjo është një mendim kulturor, një mendim që japin politikajnë, prapë po them, mendimi që japin politikajt për shkencën e papranueshme. Vetëm vendet jo stabile ndosë që gjanat të tilla të pranohen dhe të merren në shërtim. Unë sa kam shikuar tekstet e historisë për shkollat e mesme dhe shkollat fillore, janë bile shumë përmbajtur në sa i përket disa interpretimeve të tilla. Unë nuk e besoj ato dhe nuk e pranoj. Si historian nuk e pranoj, mund tjetë koncept apo qëndrimi ti politik, por në konceptin shkencor nuk lidhet. Unë e shoh ndryshe, unë si historian e shoh Turqinë, shtet turk, republik, prej vitit 1923, edhe perandorinë osmane dhe në vitin 1918, kur është ra perandoria osmane. Perandoria osmane ka qenë një konglomerat i popujve, mund të themi një lloj sistemi konfederal apo federal, ka pas shumë popuj që kanë jetuar atu edhe nuk ka qenë sistemi si në Turqinë sot, shtetin turk modern, me pas komb turk edhe të tjerat. Domethënë, nuk mund të mirët ajo që dikush pas ka bon perandorinë osmane, diçka me ju gjujt turqve të sot shumë. Ajo që thot ministri i Turqisë nuk qëndron, dhe kjo fare nuk është çështje shkencore, kjo duhet refuzohet, por me këtë nuk duhet them se shkenca jonë dhe historian tonë duhet flajnë shlirë, përkundrazi ka shumë shka me cilin ata duhet ballafaqohen dhe shumë shka që të ndryshohet nga antikiteti deri në ditët tona. Nga korrigjimet e librave të historisë nga klasa e 5 deri në klasën e 13, thuhet se perandoria osmane përgjatë shekujve të pushtimit të vizave të banuara me shqiptar nuk ka vrarë, ushtruar dhunë apo se ishte e ashpër. Në vend të këtyre shprehjeve, sipas korrigjimeve, sultanët me ushtritë e administratën e tyre sunduan, burgosën dhe ushtruan ndërhyrje ushtarake. Ne kemi jetu me perandorinë osmane në histori dikon 460 vite, varësisht territorat shqiptare, dikush ma shumë, dikush ma pak, dhe në afër 5 shekuj, 500 vjetë. Janë luftrat shumë të shuara në historinë tonë, jo vetëm në historiografinë tonë, po edhe evropiane, mos thome edhe vetë të historianëve, historiografisë turke të re, por dhe historianëve apo kronistëve, o dhe rrëfyesve të kohës perandorisë osmane që dëshmojnë
që kemi pas luftra, s'pa ku shqiptarët kanë pas luftra prej vitit 1385, shekullit 14 fundit, deri në fund shekullit 15, deri në 1501. Jo, 105-16 vite luftra. Është një histori që su në ndryshon askush, pavarësisht tendencave. Edhe ka pas ato, në atë periudhë, vetëm në atë periudhë, ka pas edhe vrasje, edhe plashkitje, edhe marrë rob, shqitë rob në për tregjet të tjera. Nuk mundesh me ndru historinë. Këto janë vetëm disa nga ndryshimet që nga viti i ri shkollor 2013-2014, që do të vendosën në librat e historisë të klasave fillore e të mesme. Në librin aktual të historisë së klasës së 5 në faqen 62, fjalët dhunë dhe vrasje në raport me perandorin osmane janë ndryshuar. Në vend të tyre janë vendosur pushtim dhe burgosje. Në faqen 48 të librit aktual në lidhje me marrjen e pronave dhe pasurisë së shqiptarëve, janë fshirë fjalët hakmarrje dhe vrasje. Në vend të tyre është vendosur fjalia marrja e pronave, vendosja e taksave si dhe depërtimi i një pjese të popullatës vendase. Fjalia Osmanët vranë shumë shqiptar është fshirë tërësisht, kurse në faqen 69 të librit aktual, fjala shpërsi është ndruar në ndërhyrje ushtarake. Ndryshimet të tjera janë bërë në faqen 83 të librit të historisë së klasës së 6, ku fjalia sundim Jegër Osman është ndruar në pushtim Osman. Vi i është rënë edhe pjesëve të librit të historisë së klasës së 8, si në faqen 68, ku fjalia merrshin masa të rrepta ndaj atyre që nuk ishin të fesë islame, tash ka tjetër kuptim. Nuk është të drejtë, unë kujtoj se këtu mas pari dy gjana preken. Preket e drejta e autorit që ta shkruaj tekstin përputhje me konceptin që i bën Ministria e Arsimit dhe institucionet tjera. Dhe dyta, pashtu shkenca i ka klishet e veta të caktuar rreth një problematike kohore, cilat pashtu lidhen me atë që ne quajmë fakt historik dhe realitet historik. Sa i takon shkrimeve apo ndrimin në librin shkollor, shkollës fillore tekstin, po mendoj për klasën e 6, unë me të vërtet tash nuk po mujtëm adekuat për cilën në ngjarje bëhet fjalë, por në qoftë se dikun, pavarësisht cilin libër të historisë, hiqet termi vrasje, kur dihet që ka pas vrasje, ajo është gabim. Dhe këto janë fare të papranueshme. Për mendimin tim janë tepër dëmshme dhe nëse na vazhdojmë kështu të nënshtrohemi politikës ditore, e cila para arsyet njoftën do të lëshon pe, atëherë na tregojmë se kemi merituar as këtë histori që i kemi, as historinë e kaluar. Nuk është në rregull, nëse ka pas vrasje, janë çu kryengritje popullata kundër tatimit, haracit, çika çit, apo kundër një rasti marrjes të konfiskimit pronës apo diçka. Është vrasje, është vrasje. Edhe është e papranueshme me ndru. Edhe nuk e di se kanë pa zoti Raçi apo të tjerë atë rast. Pra po kthehemi te këto terme, të këto çështje që i përkasin autorit. Autori është përgjegjës se si do të involvojnë tekstin e vet, faktet historike dhe realitetet historike. Ndoshta të drejtën më së merret fjala shumë shqiptar të vram. As unë në një tekst nuk do të kisha përdorur, varet konteksti, se vetveti mjafton vrasje, dhuna dhe gjëra të tjera që mund të eliminohen. Ndryshimet e historisë dhe ato që sot po kërkon Turqia, por jo vetëm Turqia. Ne nuk duhet harru se ndryshimin e historisë para Turqisë ka kërkuar Serbia. Vili Serbia po bën në mënyrën më perfide, më të dhunshme, dhe mendimin e faktorit ndërkombëtar. Një pjesë e pakosatisarit objektivisht e ndron historinë e Kosovës, dhunshëm e ndron, sepse trashëgiminë mesetare të krishterënimit, cilën shqiptarët kanë më shumë të drejtë sepse janë barsit kryesor të krishterënimit me hapësinat evropiane nga shekulli III e tutje, ata ja kanë dhënë si trashëgimi Serbisë dhe miktet sot po dalin problemet politike. Ekzistojnë relacionet 500 vjeçare, nuk mundemi ne me u kthy mbrapa dhe me bën ndrime për ndryshe nesër do të na xhuhet edhe Greqia, edhe Bullgaria, edhe Maqedonia tash që është shtet i shekullit 20, edhe Serbia që kemi probleme me ndru historinë, edhe mos me pas mo vrasje djegje. Unë kujtoj se kjo është problem politik. Një problem politik i cili për saptimin Turqia sillet kështu sepse politika e Kosovës nuk është konsistente. Politika e Kosovës ka bërë kompromise me Ahtisarin, kompromis shumë i rënd, dhe natyrisht edhe Turqia ka pasur, nëse
mund të jepen 500 vjetë servisë pa merit, atër pse mos të shikojmë edhe na të futemi në këtë, kur janë disa gjana cilat objektivisht shqiptarët nështë do të mund të jeti pranonin, mëse që shqiptarët kanë qenë po ashtu një faktor rëndësishëm me përëndërinë osmane. Po mund tjetë precedent, unë e shofë që ashtu. Unë mendoj që në qofë se ne tash vesh kemi lëshu dhe është lëshu, është bon një paneli cili e mendon ashtu, mas 5-6 vite, 10 vite, kanë me ardhë edhe ndërhyrjet prej institucionet tjera, apo edhe evropiane, apo EU-ja, me thonë, shishone ju historinë, hesne pak se është terminologi urryse. Nuk është terminologjia urryse, është konstatuese. Qofse unë konstatoj si historian apo tjetri, që është bë vrasje, është bë genocid, edhe është bë pleçkitje, ajo ekziston shkret botën. A në qofë se ne të shpifim, ajo është diçka tjetër, atëherë ne marim përgjithësit. Politika gjithmonë mund gjenë alibi, edhe për qashtet edhe ma të rana, sepse gjithmonë kapën të politika si artit mundshme të rrethanat e tjera me cilat jemi mësu dhe natyrisht edhe politika jonë të kalojnë për to. Por kemi çështjen tjetër se shkenca jonë nuk është në përputhje me kërkesat e saj, qoftë ato që lidhen me shtetëformimin e Kosovës, qoftë me çështjet politike. Të nderuar shikues, pra ndoqët emisionin dokumentari i cili solli pra rrjedhshmërinë e kërkesave të shtetit të Turqisë për ndryshimin e librave të historisë dhe natyrisht për ato pjesët ku komisioni ka pra komisioni për rishikimin e historisë ka pa të arsyeshme për ndërhyrje në këto libra. Ne i kthehemi diskutimit në studio tani me mysafirët e cilët i kemi ftuar për diskutuar pikërisht për këtë temë, por fillimisht para debatit duhet ju them që edhe ju të nderuar shikues mund të shkruani në faqen tonë të Randevus në Facebook, poshtë pra peshini Randevu vi RTV Nisteni, mund të shkruani dhe ta jepni mendimin tuaj. A duhet që ne të ndryshojmë pra pjesë nga historia jonë për shkak të do të kisha thonë kërkesave që ka dhënë shteti i Turqisë për shtetin e Kosovës. Zoti Mustafa, me që këtë ndryshim është duke bërë Ministria e Arsimit, pra atëherë a është ky një problem politik, siç e tha dhe zoti Buxhovi, për shkak të kërkesave të mëdha dhe për shkak të ruajtjes raporteve me Turqisë, ne kemi marrë këtë vendim si shtet, e kam fjalën, dhe ju si ministri ta formoni këtë komision dhe të merrni me ndryshimin e këtyre termeve. Fillimisht më lejoni që t'ju falenderoj për ftesën, në mënyrë që bashkërisht me autorët e teksteve shkollore, me kryetarin e komisionit kemi mundësi që të debatojmë shumë hapur dhe po mendoj që ndoshta ta shfrytëzojmë këtë emision dhe përfundimisht japim fond shumë spekulimeve që kanë qarkulluar për më shumë se një vit në Republikën e Kosovës, ku realisht kësaj pune ose këtij misioni që e ka marrë Ministria e Arsimit shumë herë i është dhënë konotacion çfarë realisht nuk është dashur që të jepet. Në këtë dokumentarin që ju prezantuat, dua të them që hasa një tri pasaktësi të mëdha, të cilat nëse më lejoni do t'i kisha sqaruar në mënyrë që opinioni mos ta krijoj një bindje. E para, thoni që para 2 vite e gjysmë Erdogani ka ardhur në Kosovë dhe ka aktualizuar këtë çështje, kjo nuk qëndron për arsye se për herë të parë kjo çështje prej kur unë jam në ministri prej vitit 2008 është aktualizuar në kohën kur ministri i Arsimit të Republikës së Turqisë ka qenë në Republikën e Kosovës dhe në takim, dhe kjo ka ndodhur në gusht të vitit 2011, pra nuk flitet për 2 vite e gjysmë më herët. E dyta nuk ka qenë apo? Jo, 2011 në Erdogani, ministri Erdogani, për ardhen e Erdogani faktikisht Erdogani në vitin 2010 as edhe një herë nuk i ka përmend çështjen e trajtimit historisë ose trajtimit historisë perandorisë osmane në tekstet tona shkollore. Po them si temë është hapur vitin 2011, në gusht të vitit 2011. Po ardha e Erdoganit dhe deklaratat e tij, zoti Mustafa, janë në raport me do të thotë nuk është kërkuar atë që të formohet një komision. Është vendosur në dokumentar për shkak të vizitave, domethënë të shtetit Turqisë. Po prandaj po dua që ti sqarojmë disa gjëra. Pastaj po në këtë dokumentar u tha që janë vendosur ndryshimet historisë. Unë nuk e di që dikush një institucion i caktuar e Ministrisë së Arsimit ka marrë një vendim për të ndryshuar.
ne kemi një raport të bërë nga një komision që e ka emëruar Ministria e Arsimit. Do të thonë, është fillu ta quaj ashtu ky proces, po ky proces do të kalojë nëpër shkollë të ndryshme derisa të realizohet. Për arsye tani ne kemi raportin. Pas këtij raporti do të vjen koha kur do të debatohet publikisht. Pasi që do të debatohet publikisht, rekomandimet që do dolin nga debatet publike dhe nga puna e komisionit, Ministria e Arsimit pastaj do të organizojë takime me autorët e teksteve shkollore, që bashkërisht me autorët e teksteve shkollore debatojmë qëndrojnë apo nuk qëndrojnë këto rekomandime që i kanë dhënë. Sepse të fundit, ata të cilët e thonë fjalën për një ndryshim, në tekste shkollore janë autorët. Ministria e Arsimit e ndjet të drejtën e autorsisë. Po të kishte dashur Ministria e Arsimit që të bëjë ndryshime teksteve, jo vetëm të historisë, por cilat do tekste, pa i pyetur autorët, e kish bërë shumë më herët. Jo duke i ndruar tekstet në komision autorët. Sepse kemi dashur që mos të ketë këtu konflikt interesi. Dhe besoj që kjo duhet përshëndetur pse nuk janë futur autorët e teksteve shkollore, se pastaj do të ketë mundësi që të ballafaqohen, debatojnë shumë hapër, se ndoshta edhe vetë autorët mund të kenë propozime që diçka të ndryshojnë në tekstet të tyre. Dhe e treta, e këtu dha një konstatim tjetër që vitin shkollor 2013-2014 tekstet e historisë është para parë, thuhet. Është para parë. Unë nuk e di që një institucion i Ministrisë së Arsimit e ka bërë këtë. Jo, librat janë aktual, çështu siç kanë qenë di. I ku pa edhe vet. Po e di. Dhe po e them që po të kishte dashur Ministria e Arsimit që të ndryshoj libra në mënyrë arbitrare, ne nga viti 2008 i kishmi shpall konkursin, i kishmi ndryshuar librat dhe e din zoti Demaj që është këtu prezent, debatin e parë për tekste shkollore me zotin Demaj e kemi pas pikërisht në vitin 2008. Zoti Neat, në rregull. Pse duhet që ne ta formojmë një komision për ta rishikuar historinë? Pse duhet ne ta dëgjojmë Turqinë për mi bën këto ndryshime? Jo ta dëgjojmë Turqinë, dëgjoj. Të sqarojmë disa gjëra. Ndryshimet ose eliminimi i terminologjive që dikush mund t'i ndjejë si janë terminologji fyse ndaj një vendi tjetër, e kanë filluar shtetet e Evropës shumë më herët. Mos harroni, ne kemi vitin 2001 kur Këshilli i Evropës në rekomandimet 15 i dërgon Komisionit Evropian dhe kërkon nga Komisioni Evropian që mundësisht t'ju dërgohen disa rekomandimet që janë të shumta në numër të cilat unë edhe i kam, se që nga viti 2001 pra është. Dhe t'ju dërgohet jo vetëm shtete anëtare të Bashkimit Evropian, por t'ju dërgohet edhe shteteve të tjera në mënyrë se si duhet trajtohet historia në shekullin 21. Pra, nuk është diçka që e ka filluar Republika e Kosovës. E dyta, ndryshon faktet historike? Absolutisht. Dhe asnjëherë nuk ka qenë kërkesë e delegacionit turk që të ndryshohet historia. Nëse ata kanë bërë vrasje, nuk do ta hekim domethënë këtë. Unë nuk ndërhyj atë punë për arsye se këtu kemi tre. Okej, po do të flasim me historianë. Kemi tre historianë të njohur. Edhe ju jeni historian vetë. Jam historian, po këtë rast jam i thirrur në cilësinë e zëvendësministit ministrit të Arsimit, domethënë do të bëja përfaqësimin ta quaj ashtu politik. Jam njëri nga ata njerëz të cilët kanë marrë pjesë në takimin në Ministrinë e Arsimit të Republikës së Turqisë. Dhe asnjëherë Ministri i Arsimit të Turqisë, zoti Dinçer, nuk ka kërkuar që të ndryshohet historia. Pa i ka deklaruar që është një shqetësim në opinionin publik të Turqisë lidhur me tekstet e historisë të cilat janë në Republikën e Kosovës dhe sipas tyre ata po ndjehen të fyer nga disa terma. Ministri Vuja ka deklaruar që ne edhe kemi vizion tonin që të rishikojmë gjitha librat që janë në Kosovë, jo vetëm librat e historisë, në mënyrë që gjërat e tepërta që janë në tekste bashkërisht me autorët t'i eliminojmë. Tha, përndryshe, sa i përket historisë, nuk është ministria që e ndryshon historinë dhe nuk është ministria që e shkruan historinë, por janë historianët. Dhe tekstualisht ministri Buja në atë takim ka thënë, Skënderbeu për ne shqiptarët është kryehero kombëtar. Dhe reagimi i ministrit të Arsimit turk ka qenë, tha, ne as që po kërkojmë që ju ta quani ndryshe Skënderbeun. Prandaj dua ta heqë çdo dilemë që ka njerëz në qeverinë e Republikës Kosovës dhe në Ministrinë e Arsimit dhe të cilët janë të gatshëm të ndryshojnë historinë për hir të dikujt. Në fund fundit, kjo qeveri dhe kjo ministri udhëhiqet nga njerëz të cilët gjatë kaluarës së tyre, gjatë jetës së tyre kanë dhënë prova që e dojnë këtë vend dhe kanë bërë për këtë vend. Në rregull. Zoti Demaj, me që ju jeni autor i librave të historisë të shkollës fillore, a është ky një problem politik sipas juve apo vërtet këto ndërhyrje që ka paraparë, domethënë komisionit bëhen në librat e historisë kanë të bëjnë me, domethënë ato që përmendi edhe zoti Mustafa, me
me eqin e urrëties atë që kërkon edhe Komisioni Evropian? Në fakt, unë jam bashkautor i teksteve shkollore të historisë disave, për të qenë më i saktë. Të disa teksteve shkollore të historisë shkollës fillore dhe disa të historisë shkollës së mesme, dhe si perceptimi i opinionit duhet heq dilemen që Instituti i Historisë nuk është marrë me tekste shkollore, por konkursi ka qenë i hapur dhe cili do historian ka pas mundësi që të marrë pjesë në konkurs publik për të konkuruar me dorëshkrimin e tij dhe për të vlerësuar pastaj. Unë dhe disa herë tjera kam thënë që ne respektojmë miqësinë që kemi aktualisht me Republikën e Turqisë dhe ne shqiptarët edhe në traditë kemi që mikun e respektojmë dhe kur ka nevojë për neve ne e ndihmojmë. Realisht, roli i Turqisë në këto momente nuk ka qenë në nivelin e duhur çfarë duhet ketë qëndrim dikush ndaj mikut, sepse duke qenë se ndjeshmëria e Kosovës në relacionet ndërkombëtare është jashtëzakonisht e madhe, atëherë nuk është dashur që diplomacia turke të na mbështet me shpatulla për muri dhe të diskutojë në një moment që është jashtëzakonisht i ndjeshëm. Gjithashtu duhet të them që deklaratat duke pa edhe duke e studiu ndjeshmërinë e shqiptarëve për periudhat komuniste të Titos dhe të Enverit, gjithashtu kjo përmendimin tim është një deklarat jashtëzakonisht me sens politik, nuk ka asnjë gjë të vërtetë këtu, sepse në çfarëdo epokë, në çfarëdo kohë, historia si shkencë, domethënë është trajtuar dhe ka funksionuar. Edhe sot s'mund të heqim 100% elementet ideologjike. Pjesë, domethënë, të termeve, heqja këtyre termeve është... Shiko, termet janë pjesë e lirisë akademike të autorëve, pjesët nuk mund t'i heqin komisionet. Dhe këtu duhet t'i kthejmë edhe një herë. Këto terma që janë ndryshuar dhe demaj. Shiko, duke respektuar institucionet tona shtetërore, por gjithmonë nuk bëhet fjalë këtu për asnjë konflikt interesi, sepse nëse do ishte dikush nga ata që kanë shkruar tekstet historisë në këtë komision, besoj që do të kishim një situatë krejtësisht ndryshe dhe çdo keq kuptimi servuar opinionit ton të Kosovës do të hiqej. Pretendimet tilla nga Republika e Turqisë ka pasur edhe në raport me Shqipërinë, por kanë marrë përgjigjen e duhur dhe tani domethënë në një farë mënyre qeveria shqiptare atje është më e relaksuar sepse ka dhënë përgjigjen meritore përmes së historianëve, studiuesve e tjerë. Dhe këtu duhet të ndalem. Edhe kryeministri ynë, zoti Thaçi, ka thënë që historinë duhet ta bëjnë historianët. Edhe zëvendës kryeministri zoti Kuqi në disa deklarata. Po megjithatë në komision ka historian zoti Demaj. Vetëm një sekond. E kemi zotin Raçi i cili është historian. Edhe ministri Buja ka thënë që historianët duhet ta bëjnë historinë. Por mua më çudit, pse do të duhej jo një komision, këtu dy njerëz kanë pretendu me ndryshu këto aspekte të historisë popullit shqiptar. Nuk më e përgjigjen, është ndryshimi i historisë. Dhe ai është zoti Raça dhe Avni Rexha. Nuk është punë komisioni. Këta dy në këtë komision janë historianë. Dhe i kemi shetit, do me thonë, gjithë to materiale që asnjëherë si kemi marrë zyrtarisht, asnjëherë, dhe asnjëherë nuk kemi komunikuar zyrtarisht me këtë komision, gjithmonë jemi injoruar dhe unë këtu vit deri te dy konstatime. Do me thonë, qasja në këtë mënyrë tregon mentalitetin e robit, sepse ne shqiptarët nuk kemi pse të ndjehemi inferior dhe në një moment që dikush na kërkon diçka, ne të jemi të gatshëm automatikisht që t'i përgjigjemi asaj kërkese që është krejtësisht politike. Dhe ana tjetër, mentaliteti anarkist i shqiptarëve, sepse unë nuk dua të mendoj që institucioni i Ministrisë së Arsimit nuk e di që kjo është e drejtë e autorëve, por pse se di këtë punë komisioni, që pa miratimin e autorëve, absolutisht nuk mund të bëhet asnjë ndryshim. Kjo drejt përgjigjet me zotin Raça. Funksionon ligji këtu keni. Spari na nuk kemi pas kurrë kompetence. Ta thrasim, ti thrasim autorët. Autorët do të tiren me siguri në fund kur do të kryet krejtësisht puna. Ende është çështja me proces. Kur të kryet puna do të thirrë autorët? Jo. Apo do të mi konsultu pastaj? Çka nëse autorët nuk pajtohen? Te debati publik. Okej, po. Te debati publik. Atëherë krejt është në rregull, por këtu nuk kemi pas na kur farë kompetencë që ti thrasim autorët. Të debati publik. Të debati publik i fton publikun dhe njerëzit që kanë interes të dinë për këto aspekte, por jo autorët të tekstit. Edhe Ministri i Arsimit do t'i thrasi. E ka për obligim që t'i thrasi autorët dhe të konsultohet. Do t'jemi edhe na aty të pranishëm. Sigurisht, nuk ka kur farë dilema aty. Kjo është ajo. Tjetër,
Nuk po di se çfarë mentaliteti këtu që ishte çështja mentaliteti anarkika. Mentalitet anarkist. Vetëm një sekond, lutem fal. Në qoftë se si parim do të kërkojmë heqjen e termave, të cilët mund të ofendojnë dikë, t'jeni të bindur dhe shifni, studioni, lexoni, dhe Kosova është e para në rajon që prin me heqjen e këtyre termave dhe jo tani. I kemi heqë ne si autor, do më thonë prej kohësh, sepse kemi marrë rekomandime nga institucionet tona shtetërore, dhe një dilem duhet ta heqë. Autoret e teksteve shkollore të historisë, në rënd të parë janë shërbim shkencës, në rënd dytë janë shërbim shtetit, në rënd tretë janë shërbim të kombit. Dhe në asnjë mënyrë ne nuk duam të cenojmë këto tre komponente. Dhe vetëm një fjali dua ta them për zotin Dinqer, i cili në veprën e tij thellësia strategjike për shqiptarët thot, ata janë mbetje osmane. Çka është mbetja? Dhe ky libër është i botuar, është i përkthyer në vitin para një viti, në 2010, që më isa, ka fundi 2010-s. Dhe fort mirë na e dim çfarë mbetje osmane. Dhe shqiptarët, duhet të them dhe një, shqiptarët nuk janë mbetje osmane. Shqiptarët nuk janë bërlloku i perandorisë osmane. Shqiptarët janë popull me kulturë, me histori dhe me traditë për mbi 2500 vjeçare. Shqiptarët, vetëm edhe një sekond, shqiptarët nuk janë popullsi muslimane. Unë jam shqiptar i besimit islam dhe këtë dilem duhet ta heq se shpesh mendojnë njerëzit që unë kam ngarkesa duke menduar që unë jam i besimit krishter. Por shqiptarët nuk janë popullsi muslimane. Shqiptarët janë shqiptar me 3 fe kryesore. Dhe atë shumica janë musliman dhe 2 rritë tjera të krishterë. Jo, sepse ka shumë rëndësi kjo. Do thotë që edhe ai do ta ndryshojë këtë. Me këtë do të thoja që komisioni ynë, që ka qenë në kontakt edhe me institucione, do duhet ta ngreste këtë çështje ose ta lexonte para se ta ngreste, se nuk jam shumë i sigurt nëse e kanë lexuar. Dhe tash ne këtu është kompleksi i inferioriteti dhe mentaliteti i robit. Dhe ne me atë monedhë që do të na paguaj dikush me atë monedhë duhet të kthejmë kusurin. Ktu është halli. Është një çështje këtu, unë pak më them. Se ne nuk kemi pas kompetencë, se duhet ta kuptoj zoti Demaj. E duhet ta kuptoj edhe unë dhe secili. Ne nuk kemi pas kompetencë që ta ftosim, që t'i ftojmë një herë për një herë. Mos harrojmë edhe diçka. Disa, veç zoti Kora, mos harrojmë edhe diçka. Se ne ende jemi në proces dhe t'jeni të bindur se edhe një herë do të bëhet një rishikim i këtyre përmirësimeve. Nuk janë këto përmirësime absolute. Absolutisht. Edhe njerë do t'i rikthehemi. Pastaj organizimi... Në fund mujt vjen një komision nga Turqia. Jo, absolutisht jo. Komisioni këtu është i pavarur. Jo, një komision nga Turqia. Një komision nga Turqia. Do të vinë faktikisht pjesëtar, antarë, domethënë të një instituti për hartimin e teksteve në Ankara, i themeluar nga viti 1826. Para institut ne edhe vetë kemi pasur kontakte me ta në Ankara, por jo në Stamboll. Ju keni qenë në Stamboll, më duket atje? Jo në Stamboll, në Ankara kam fjalën. Në Ankara, edhe kemi qenë mysafir të ftuar, domethënë pikërisht. Me kemi jeni takuar dhe pse? Çfarë? Pikërisht kemi takuar vetëm me antarët e këtij komisioni, që mirret, domethënë me antarët e komisionit në kuadrin e Institutit për Hartimin e Teksteve, në Ankara, dhe i themeluar nga viti 1926. Qëllimi ka qenë këmbimi i përvojave, natyrisht edhe ata i kanë shtruar, është diskutuar, janë shtruar vërejtjet. Çfarë kërkesa kanë pasur? Por ne kurse si nuk kemi pasur po. Ajo që ishte, domethënë të hiqen aty këtu ku ka mundësi, ku është në përputhje domethënë me kriteret e mendimit bashkëkohor evropian dhe në kuadër të kërkesave të Këshillit të Evropës, që nga viti 2001 edhe Institutit Erhard të Gjermanisë nga viti 2003, që të bëhet një përpjekje që të eliminohet ajo gjuha që mund të shkaktojë ose të prodhojë urrëtie. Po, zotin Art, pastaj zoti Femi do të zotin Art, po. Po kërkoj që të përqendrohemi në debat dhe askush nga mysafirët mos tentoj ta luajë rolin e kujdestarit patriotizmit, për arsye se këtu nuk kemi orë ta tregojmë patriotizmin ton askush nga ne. Secili e kemi të kaluar më tonë, secili e dojmë këtë vend në mënyrën e vet, secili punojmë që ky vend të ecë përpara atë sa kemi mundësi. Prandaj gjatë debatit mos fokusohemi te elementi patriotik. Po sqarojmë, Turqia asnjëherë nuk ka kërkuar që ne ta ndryshojmë historinë. Historinë e shkruajnë historianët. Po nuk di pse Froshi u dash të rikthehet në diçkaje që unë konstatova që është në fillim që është faza e katërt ajo në cilën parashikohet pastaj debati me autorët. Dhe unë që në fillim e thash se na keni njoftuar zëvendës ministër që do të jetë fazën e katërt. Jo tani, sepse shumë dëgjoj Frosher. Ju keni dhënë prononcime të shumta për këtë çështje. Normalisht jam prononcuar edhe unë shumë herë për këtë çështje.
Dhe në çdo prononcim që e kam thënë që në fund fjala përfundimtare do thuhet pas debatit që do të jetë me autorët e teksteve shkollore. Dhe unë kam menduar që me këtë autorët e teksteve shkollore e kanë kuptuar që e para nuk ka asgjë tendencioze ndaj autorëve të teksteve shkollore, po e përsëris, po të kishme i dashur të ndryshojmë tekstet, i kishme ndryshuar nga viti 2008, kishme shpallë konkurs, ajo është e drejtë e ministrisë, e cila nuk varet as nga autorët, as nga shtëpitë botuese, po qysh atëherë kemi thonë. Ne do të vazhdojmë me këto tekste që janë në qarkullim, derisa do të kemi kornizën e re të kurrikulit, pastaj kur të fillon aplikimi komplet i kornizës, kurrikuli do shpallet konkurse për tekstet shkollore konform kurrikulës së re. Pra nuk elementin e tendenciozitetit ta eliminojmë. Po pajtohem, personalisht nuk e kam lexuar këtë librin e ministrit të arsimit të Republikës së Turqisë. Ministri jashtëm. Po. Davutoglu, domethënë. Okej, se e thatë që ka qenë zoti Dimçja. Faqe 8 dhe faqe 161 shqiptari që mbeti Osmani. Personalisht domethënë nuk e kam ditur, nuk e kam lexuar, pas nuk jam takuar me këtë ministër dhe mos të harrojmë, do të dallojmë tekstet shkollore nga librat e tjerë të cilët mund të jenë studime të autorëve të ndryshëm. Ne po flasim për tekste shkollore. Ne nuk po flasim për tekste të cilat për libra të cilat i kanë shkruar studime të ndryshme historianët e Republikës së Kosovës, sepse një tekst para se shkruhet, duhet të ketë parasysh edhe cilës mosh i dedikohet ai tekst shkollor. Po. Do t'i themi. Pyetja ime është sërish po mbesim tek a është ky një problem politik apo vërtet ka nevojë për ndryshimin apo heqjen e këtyre termave që shkaktojnë urrëtie? Unë nuk do të hisha në të është politika apo jo, vetëm do të thoja se raporti, opinionin dhe gjithë po i informoj, se deri më dje unë se kom pa raportin. Si autor tekstet që janë orfole për folë, mjetet e informimit disa i kanë pa, pjesë, por dje kom marrë pjesërisht një pjesë të raportit, për sa i përket teksteve të historisë. Dhe çfarë do të thoni me këta? Këto kam unë dy shqetësime, një pse nuk ka qenë raport deri më tani, dhe dyta pse ka manipulime në atë raport. Çfarë manipulimesh? Qatash. Krejt raporti i komisionit, e kom shqicu këtë pjesën e teksteve për histori, unë kisha me atë raport, në përgjithësi kisha me thonë me dy fjalë të urta popullore. Shumë zhurmë për asgjë. Pse? Apo edhe me një tjetër du me e plotësuate, 100 tërplota byk populli thot për 3 kokë rëgrun. Ja pse, i kam argumentet. Për arsye se vrejtjet janë aq të vogla, aq minore, sa që absolutisht nuk ka pas nevojë me ngrit një komision me punu 2 vjetë, me shku, me ba dhe vizita jashtë, me shku edhe deri në Ankara, ku diune atje, komisioni, edhe mos me na informuaj. Në anën tjetër, këte kur po them, se për shembull aty tash thuhet për historinë në klasës 6. Në historinë e klasës 6 nuk ka tekst për perandorinë osmane. Është koha vjetër antike edhe mesjetër. Unë jam e kom pa raportin që në këtë raport që është historia 6, ku flitet për historinë 6, në këtë që i kom këshirë faqet, i ka faqet 66, 72, 72, 78, 81, 83, 86. Në gjitha këto faqet, do mund, gjitha në këto vrejtje, në këto vrejtje që ka libri në historisë i klasës 6, asë një pre ty në numrave 2-13 vrejtje, së mund është me gjithë, sepse nuk janë. E atër nga këni marë, Rasha. Zotë Rasha, mund të hemë përgjigjen. Unë nuk e di. Është bërë do një gabim në numër për shkak nëse shkruar historia 6. Kjo është ajo? Mirë, po është edhe historia 7 është. Po, historia 7. Është historia. Apo nësë është bo gabim se këtu emisioni ka pas të tekstet e gjumës. I ka pas të tekstet e gjumës, dhe tërësisht mund këtë. Në regull, të përshindrojmë me shumë të ndryshimet. Aja është në volumin, vëllimin, ndryshimet. Edhe jam i shqetësuar për problemin e manipulimit. Jo një, po disa herë ka manipulime. Thuj, zotë i që unë e po e thëmë. Në historinë e klasës 5, në historinë e klasës 5, tash, në historinë, thuat faqe 23. Po e citoj
Mendoj që në vend të fjalis me ardhin e Osmanit në Ballkan situata ndryshoi. Pronat e pronat e pasanikëve kalon në kontroll të pushtetit osman. Nuk është të vërtetë se në tekst i klasës 5 nuk ka emën term pasanik. Ka pronat e fisnikëve. E tash komisioni që të prona e pasanikëve. Pasanikët, komisioni propozon që të zëvendësohet me feudalet. Fjala fisnik është term shqip edhe term shkencor, historik për feudalet, për ata që janë të pastër në mesjet. Për shtresa e veçantë që ka qenë edhe pak shtresa edhe si e privilegjume prej shtresës sul. Për mu kjo është manipulim, nuk është i vetmi, por ka lot të tjerë. Unë e kam bërë në analizë. A është kjo manipulim, zoti Raqa? Feudal pasanik, po. Nuk ka në tekst pasanik fjallë. Term, shprej, pasanik, nuk ka në tekst. Urnot, që është faqe 23? Që e gjojmë, të të gjojnë këtu. Se, domon, kjo është, këto problemi, domon, pa përgjithsi, kjo është... Debati po ndollet... Ndështë është pa përgjithsi. Vetë ta sqarojmë. Unë mendoj që debati po humbët kohë në qëra shumë teknike, cilat kanë mundësi pastaj autor... Zote, zëvendës minister, nuk është kjo punë teknike, por është punë profesionale për arsye se opinioni nuk e din opinion, mendon që Femiri Gjepi edhe Frashër Dema e kanë shkruar në tekst, kanë shkruar pasanik. Mirë, si të shëtë ka probleme tjera, ndoshta do të duhet na jepte një përgjigje, zoti Raqa. Që pronat e fisnikëve. Pronat e fisnikëve, nuk është pronat e pasanikëve. Atje keni thënë pronat e pasanikëve, prandaj që kjo është manipulim. Fisnikat, as janë ata të pasur? Shiko, termi fisnik duhet jetë i qëndrueshëm për fëmijën e moshës së klasës 5. Fisnik se feudal. Në rregull, më shumë do të përqendrohemi te këto terma të dhunë, vrasje, këto se sa shumë bukur. Kjo është çështje e lirisë akademike të autorit. Kjo nuk është shumë e rëndësishme, domethënë. Të përqendrohemi tek dhunë, vrasje dhe te këto termat. Kjo është më e rëndësishme. Le të na thotë, kemi diçka këtu që ka interes besoj dhe opinioni. Në vrejtjen e komisionit, faqen 34, thot ku shkruhet Miloš Kopiliqi, propozojmë që vendi Kopiliq dhe Drenic të hiqet. Pse? Pse dhe? Nuk e di. Hajde. Shifni, brenda kësaj, çështje së trajtimit të... Se zbën më konë Miloš Kopiliqi shqiptar se ka vra Sultan Muratin. BT-ja Kosovës sot u zhvillua, shifni, ka disa kontradikta ta që dalin këtu, lutëm zoti Demaj. Për shembull në historinë 57, tash janë disa kundërtani kështu pak të vogla, por megjithatë që çojnë pesh. BT-ja ato të zhvilluan në fushën e Kosovës. Po fusha e Kosovës është një hapësirë e gjerë. Shifni. E dyta, në historinë 7 në anën tjetër, faqe për shembull 56 u zhvillua në fushë Kosovë. Po fushë Kosovë është vendbanim, këto ju lutem. Ta shihni. Diku del Miloš Kopili, Miloš Kopiliqi i Drenicës, thot, madje ka pas që edhe e shkruar se edhe Miloš Kopiliqi në fakt është nga fshati Kopiliqi i Prishtinës që me i venë. Afër Prishtinës mund tjetë, sepse është po qëndrueshme kjo. Për arsye se ende nuk është konfirmuar, burimet janë të ndryshme, kronikat flasin. Domethënë nuk ka fakte historike si pastaj? Nuk ka fakte kontradiktore historike, ju lutem. Koncepti historiografisë serbe zoti Raqa, sepse dëgjoni sekond lutem. Miloš Kopiliqin ata munojnë me bot vetin. Dhëna si historian shumë mirë e dim, që në këto zona ka pas shqiptar të krishterë dhe të rritit katolik edhe të rritit ortodoks, mas ndamjes së kishës katolike në dy pjesë, mas 1954-s. Prandaj paksa unë jam dakord me juve, paksa është hipotetike kjo. Por tash ka një përplasje të dy historiografive, edhe të historiografisë serbe dhe shqiptare. Dhe në qoftë se ne si autor do ta përfillim këtë mendimin tuaj, atëherë na automatikisht kalojmë në anën e historiografisë serbe që cënon të qenit e Miloš Kopiliqit, mundësisë të qenit Kopiliqit të jetë shqiptar. Dhe përderisa kemi fshatin Kopiliq, domethënë Drenica ekziston ai katon ndaj lokalitetit. Dhe sot e kësaj dite, këtu nuk them që duhet të jetë konceptualisht i qëndrueshëm vetëm mendimi jon, por do duhet që të bisedonim. Do duhet bisedonim për këtë punë. Sepse në forume ku diskutohet profesionalisht, do të mund gjendë rregull, Fraqe, ta jep mendimin e po. Në rregull, fani ju lutem. Zoti Femi, mirë, ma urdhoni. Zoti Femi, ne ta japim mendimin për këtë që do të pas e ta japim pastaj. Po, hajde zoti Raqa. Ekziston edhe diçka.
edhe të çështja e vrasjes, duhet të ka edhe kronika aty këtu, edhe për shembull që libri i Hamerit që shkruan. Historia e Perandorisë Osmane, edhe pse shkruar ajo mbi bazat e kronikave osmane, edhe pse shkruar ndonjëherë edhe mbi bazat e një proze kështu historike, mund të themi, po. Por megjithatë e thot se Sultan Muratin Mladet ka qenë një luftë brenda në pushtet, ndërmes bijve, dhe Bajaziti e ka vrarë Sultan Muratin. E dyta ta shtrohet edhe një logjikë tjetër. Në një ushtri aq të organizuar, çfarë ishte megjithatë në atë kohë historia e Perandorisë, çfarë ishte në atë kohë Perandoria Osmane. Shumë vështirë ka qenë që të depërtohet deri te ajo Selia aty ku ka qenë Murati. Shifni, në rregull, do të zhvillohet debati publik, pra po themi, mund ta diskutojmë edhe për këtë. Flasim mirë për këto që ju i keni paraparë zotërin si komision, ti diskutojmë. Megjithatë po i diskutojmë, po them. Ka nevojë edhe publiku gjerë të di këto. Nuk është e qëndrueshme, madje ja këtu edhe një autor, për shembull, edhe këtu historia e klasës 7 thot. Sultanin e vrau Miloš Kopiliçi, por burimet historike nuk e sqarojnë mirë këtë çështje. E tash, këtu janë dy kontradikta tash shkaktojnë hamendjet e nxënësi. Çfarë dileme? Cila mund të jetë e vërteta tash këtu? Edhe kjo është ajo. Duhet t'i harmonizojmë për të paktën atë. Që kjo është ajo. Kjo është arsye. Po. Zotin Themi, ju pastaj zotin Ate ka fjalën. Vetëm sa i përket dallimeve mes historisë klasës 5 dhe historisë klasës 7, dallimet. Zoti Raçaj duhet ta di se nxënësit e klasës 5 ata për herë të parë kanë kontakt me historinë dhe mësojnë historinë. Ato është një histori e shkurtër, domon e kalura e popullit shqiptar prej kohëve më të lashta deri në ditët e sotme, në pika të shkurtëra, në informacione në formë të prallave, në formë të tregimit. Kurse në klasën e 7, domon ata veçrritën pjekën sepse klasën e 6 mësojnë kohën e vjetër, klasën e 7 kalojnë periudhën e mesjetës edhe e mësojnë. Aty në klasë 5 nuk shuhet që e vrau, por domon kjo është nga fshati Kopiliç i Drenicës. Edhe pse e vrau historiografia edhe shqiptare, edhe serbe, pjesërisht edhe e turke, e pranojnë se o vrau. Okej, në rregull. Pse është tyrë aty. Sformohej që është vrarë. Edhe o vrarë dhe ka vrarë, domon. Faktikisht sformohej absolutisht. Forma dhe mundësia që ka mund me hije, domon. Si përfundim, a është dashur të hiqet apo jo, zoti Femi? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk duhet, sepse ne historia do të ne atë po mbesim hiqe ato, hiqe këto krejt hekë edhe kështu po mbesim pa histori. Unë edhe një problem dashta me thon, po mendoj kurenistat që thash kjo bo shumë zhurmë për asgjë, faktikisht edhe në moment në hapat e parë, në kërkesën e parë kur e ka bërë ministri i arsimit Turqisë, ministri ton, aty unë konsideroj për mua ka gabuar ministri absolutisht kur i ka përgjigj në mënyrë pozitive, kur ka thënë se po, edhe pastaj ka formuar komisionin. Por do të ishte dashur të thonë ministrit të arsimit Turqisë, do të ishte dashur të thonë, kjo është çështje e ekspertëve, ekspertët tonë, ekspertët ju, le të shiqojnë. Edhe nëse ata kërkojnë që teksti korrigjojnë, teksti shiqojnë se si çka shkruan në tekstet tona, edhe na do të kërkojmë çka shkruajnë ata për ne në tekstet e tyre. Jo vetëm kaq, por këtu, domon Ministria jonë e Arsimit duhet ta bëj edhe shkrimin, domon si interpretojnë historinë e popullit shqiptar, autorët turk në Kosovë, nxënësit turk që mësojnë historinë, që mësojnë, por edhe se interpretojnë historinë e popullit shqiptar dhe historinë tonë të Kosovës dhe neve shqiptarë si na interpretojnë dhe se mësojnë nxënësit sërbë, në shkolla sërbë që mësojnë me programe sërbisë. Po, në rregull. Tama ato atë që këto do të... Po, veç zotinat, atë është ndërlidhën ju. Po. Do të thotë për Ministrinë e Arsimit kjo nuk është problem politik, po është shkencor. Dhe ne e trajtojmë si problem shkencor dhe kjo është arsyeja pse nuk kemi marrë me këtë çështje ministri, zëvendësministri dhe këshilltarët e ministrit, po kemi formuar një komision pre ekspertë të jamive të ndryshëm. Dhe ky komision nuk ka në xhirin e tij vetëm historian, siç është profesor Shkëlzen Raça. Fushave tjera, domethënë. Po kemi edhe në fushën e albanologjisë, që është drejtori i Institutit të Albanologjisë, zoti Hysén Matoshi, pastaj kemi në fushën e gjeografisë, që është zoti Rushdi Pllona. Pra jemi mundu me ju propozu që t'janë anëtorët e komisionit, ekspertëve të njohur në lëmit e tyre. Vetë pyetje kam shkurt. Pse thoni që nuk është problem politik,
kur politikanët e Turqisë kanë kërkuar nga ju të ndryshoni këtë? Ta sqarojmë. Kërkesa është politike, po trajtimin ne nuk i bëjmë trajtim politik. Po trajtimin po mundohemi me bë trajtim profesional dhe shkencor përmes ekspertëve të lëmive të ndryshme. A keni mundur ju si ministri ose ministri thotë aty që pse ne duhet ta ndryshojmë historinë? Vetëm ta sqarojmë. Në vitin 2011 unë kam përfaqësuar Kosovën në një tubim të madh të organizuar në Maltëzi nga Komisioni Evropian që kishte të bënte me platformën e arsimit për Ballkanin Perëndimor. Dhe në atë takim për herë të parë, domethënë kemi mundur mbasi është në shumë marrëveshja për fusnotën, ka qenë zëvendësministri i arsimit Republikës së Serbisë. Dhe unë personalisht ja kam ngritur zëvendësministrit të arsimit Republikës së Serbisë shqetësimin që në librat shkollor në Republikën e Serbisë ka shumë fjalë fyse ndaj popullit shqiptar. Do të thotë këtë problem e ngrisëm ne me homologët tonë dhe me vetëm ta sqarojmë. Nuk i kemi raportet dhe këto mos ta banalizojmë tash se raportet sikur me Turqinë dhe me Serbinë për arsye se me Serbinë ende jemi me një proces bisedimeve e tjera. Po dua ta ilustroj do të thotë me këtë që edhe ne kur takohemi me homologët tonë të vendeve të ndryshme i ngrismi këtë çështje. Sa i bëjmë publike është diçka tjetër. Për shembull, unë kam kuptuar prej fillimit shqetësimin e autorëve të teksteve shkollore. Po sinqerisht, po them sinqerisht se me shumicën e tyre njihemi dhe i kam meq. Unë kam pritur që në fillim këta do të thonë ne njëherë nuk do të flasmi, do të presmi punën që ta përfundoj ai komision dhe mbasi që do të publikohet ai raport, ne si autorë të teksteve shkollore do ta themi fjalën tonë. Dhe sikur autorët e teksteve shkollore që në fillim ta kishin mbajtur këtë qëndrim, atëherë kjo ta quaj ashtu eufori e prezantimit nëpër media, sikur u ndryshua historia, sikur dikush hoqi dorë nga shqiptaria në trajtimin e historisë në raport me Perandorinë Osmane e tjera nuk do të ishte, po tamam kish mbet si një çështje e cila duhet diskutohet në mes të ekspertëve. Vizita në Turqi është vizituar në Turqi jo për të ndryshuar historia, po ja ka qenë vizitë në një institucion të rëndësishëm i cili merret me hartimin e teksteve shkollore. Do të thotë që të përfitojmë për përvojave dhe të Turqisë, siç divizionit që i kemi në brenda Ministrisë së Arsimit, kanë zhvilluar vizita të tilla edhe në vende të tjera të Evropës, në mënyrë që me shiku çështjen e harmonizimit të raporteve. Nga Kosova, po edhe nga Shqipëria kanë kërkuar të ndryshim këto terme, domethënë, mos ta quajmë ndryshim historisë, por këto terme në librat e historisë. Unë nuk e besoj që e kanë kërkuar vetëm nga Kosova dhe Shqipëria. A kanë kërkuar nga Serbia për shembull? Ata kanë kërkuar nga Serbia, kanë kërkuar edhe nga Greqia. Dhe komisionet veçanta brenda Turqisë dhe Greqisë janë duke punuar në këtë drejtim. Do të thotë, kjo është frymën që e përmendat atyre rekomandime nga viti 2011 të Këshillit të Evropës. Pra nuk është diçka e re. Është diçka e re që na tani jemi kyç. Dhe mos të harrojmë, ky problem nuk daton nga viti 2011 kur filloi të hipet një buje madhe. Për herë të parë, ministër, po. Tash të lutem na lejo dhe neve pak sepse e ke marrë një rol që s'po ju takon. Jo, frosë. Po në një gjë personale, po, tash ti peacemaker. Unë flas për realisht nuk je këtu, dhe tash. Unë nuk po flas për përmbajtjen. Këtu ka problem dhe me që ka problem duhet ta trajtojmë zoti zëvendësministër, sepse me që jemi edhe unë nuk e mohoj, domethënë jemi afërsisht si gjenerat dhe jemi miq. Dhe nuk ka asnjë gjë personale. Absolutisht. Çështje profesionale po flasim. Pse zoti zëvendësministra e ndjeje ti si fyrje nëse kishe me thirr një mik tonin si puna ime ose profesori Xhepit, hajde të gjejmë zgjedhjen më të mirën. Tashti pak ka një mungesë korrektësie dhe sikur në këtë mungesë korrektësie po mundoni neve më na hedh më shumë se çka në këtë rast. Dhe ti je i sigurt, zoti Mustafa, se ne nuk e kemi bërë, domethënë këtë çështje. Mediat e kanë bërë çështje dhe ne me që jemi historian dhe shteti jon na pagun pse jemi historian dhe thojmë e shkruajmë, atër na është dashur me u përgjigj dhe mendoj që do duhet të ishit dhe falenderues, sepse asnjëherë ne nuk kemi fol asgjë që nuk do të duhej dhe gjithmonë në një farë mënyre jemi mundu më konë në pozitën tuaj dhe me pa veten çështë të dukej një presion nga një shtet që e kemi mik, zoti zëvendësministër. Dhe nuk është halli se ne po shesim tu patriotizëm. E çuni presion frashër këto që bën Turqia? Po është presion, sepse shiko,
tashti në qoftë se është nisë në vitin 2002 nga Këshilli i Evropës, pse po e bën drejt për drejt Turqia? Pse nuk po e bojnë mekanizmat institucional të Këshillit të Evropës? Prandaj këtu do më thënë, ka një disbalans në këtë kuptim dhe në këtë fushat dhe në kështu. Dhe t'jeni shumë të bindur, unë nuk kom që a flasë për aspekte diplomatike, se këto burra i din më mirë se unë këto aspekte, niset me këto. Dhe pastaj se ku do dalë nuk e dim. Dhe ne për të mos unë djerë, me këto ndryshime, vetëm dhe duhet të cilën vëmendje dhe i diçka tjetër. Në ato vitet për cilat fletë zoti zëvendës minister, kishte i qeveri tjetër, që u vu dhe ajo në presion të Këshillit të Evropës, profesor Femiu ishte këshilltar, ish ministrit atëherë, dhe Turqit përmes Këshillit të Evropës kërkuan që në librin e klasës 5 ishte flamuri i Turqisë sotme, i cili me vajtjen e Skënderbeut përkatësisht kthimin në Krujë, Skënderbeu hoqi flamurin e Perandorisë Osmane, vuri flamurin e tij dhe flamuri i Perandorisë Osmane e shkelte Kali. Të gjithë ishim të një mendje që kjo është fyse. Dhe hoqëm, sepse asgjë nuk do këmbenim në favor as në disfavor të argumentit shkencor, por një gjë le dihet për opinionin. Ne nuk e duam Kosovën as më pak as më shumë se këta burra që u dheqin sot. Por si do qoftë, nuk jemi në gjendje që ta cenojmë argumentin shkencor për hatër politik, as për qef politik. Do më thonë, këtë do duhet. Kusht ka kërku që ta cenash... Shiko. Dëgja Frosher, se në fund vendimin përfundimtar, e merë Ministria me autorët e teksteve shkollore. Zënës Minister, pse nuk na keni njoftua burë për këtë punë? Dgjoj, nuk ndërhyna më herët, por ti ndërhyna... Leta sharoj pasaj replikoni. Kjo çështje fillimisht kur është inicu, e dina profesori Feme dhe profesori Frosher shumë më mirë se unë, është inicu që nga viti 2006 nga shoqata e mësimësve turq të cilët janë në Kosovë. Ndërsa është reaktualizuar në vitin 2010 nga disa media të Turqisë, ndërsa në vitin 2011 ne e kam prezantuar qeveria e gjithësisht jo qeveria. Davutoglu kur ka qenë. Jo, fillimisht ministri i arsimit të Dinçer, okay, Dinçer po. Do para se të vije ministri i punëve të Dinçer, do ministri i arsimit. E dyta, profesori Femir Xhepi e tha një çështje që sinqerisht unë ndihem mirë, që tha komisioni ka gjetur shumë pak hapësira që t'jep sugjerime për të ndryshuar. Dhe kjo është e mirë. Dhe bindu që ne kemi qenë të bindur personalisht, për arsye se kam punu me ato libra, unë personalisht e kam ditur që nuk do të ketë nevojë që të bëhen propozime shumë të mëdha për të ndryshuar. Dhe kjo e përforcon seriozitetin e institucioneve të Kosovës, për arsye se në fond ne do t'ju themi, ja, kjo është puna që e kanë bërë ekspertët. Dhe tekstet të cilat janë në përdorim nuk kanë aq mangësi ose fyrje ose terma shpefës ndaj tushve, so pretendon pola turke, dhe këtë tash e argumentojmë me një fakt tjetër. Nuk kemi futur autor, se sikur ti kishmi futur autor dhe ata do të kishin thonë, "Okej, po këtu e kanë mbrojtur autorët punën e vet." Jo. Edhe vetë autorët, edhe vetë anëtarët e komisionit që nuk janë autor, nuk kanë dhënë sugjerime ashtu ose nuk kanë gjetur aq shumë mangësi në tekstet shkollore sa që të mund të pretendojë dikush që ta ndryshojë. Zoti Mustafa, kjo është ideja. Prandaj po e them, pi përgjigj në Frosher, ne kemi pas një plan pune që e kemi pas bërë, po e përsëris sa njëherë kam bërë publike disa. Zoti Raça, vetë ta përfundoj pastaj vazhdojmë. Është faza e fundit ku është para po, që pikërisht atëherë debatohet drejt për drejt me autorët e teksteve shkollore. Çka që autorët pranojnë atëherë? Dëgja, ne e njohim të drejtën e autorit, edhe pse ligji, ne me autorët... Dhe qëse autorët s'pranojnë, çka atëherë? Po nëse autorët nuk pranojnë dhe e argumentojnë shkencëtarisht që nuk do t'i pranojnë ato, ne do të qëndrojmë prapa atyre... A do më thonë që kjo s'ka qenë vërtetuar shkencëri që kanë shkruar deri më tani? Vitas, ballafaqimet, po flas tash në aspektin historik, ballafaqimet shkencore bëhen mes ekspertëve. Dhe momentin e fundit, debati i fundit do të bëhet historisë, ka pas ekspert shkencor që kanë shikuar ato libra. Korab, nuk po do ta diskutoj çështën e teksteve shkollore, po e diskutojmë kur janë miratuar atëherë, po e diskutojmë tani. Dhe nëse rekomandimet që do janë ka komisioni, pastaj rekomandimet që do dalin nga një debat, kur po themi debat, nuk do të themi na hajde se po shkojmë në një palestër sportive, do t'i throsmi keq qytetarët e Republikës së Kosovës. Ekspertë do t'i thirrni. Po do të throsmi historian, fushave të ndryshme, do t'ia vlerësojmë një material, do t'ia vlerësojmë tekstet e historisë, do të urdhroni
Dhe në fund, kur të përmbledhen të dy partë rekomandimet, do të bëhet debati që unë përmendoj që e kemi zgjedhur rrugën më të mirë të mundshme. Debati me autorët e teksteve shkollore. Çka unë po pyes nëse autorët s'pranojnë? Cilë do të jetë hapi ardhshme? Ne asnjëherë Ministria e Arsimit, po flas nga viti 2008, nuk ka bërë ndërhyrje në asnjë tekst shkollor pa miratimin e autorëve. Dhe aty ku autorët nuk pranojnë që të bëhen ndryshime, ndërhyrje, jo ndryshime në historisë, ndryshime të termave, Ministria në mënyrë arbitrare nuk i bën. Atë nuk keni fare me komisionin. Diçka le të sqaroj, na i falenderojmë për këtë punë. Ajo që thot Zaventës Ministri, domethënë është konstatim 100% i saktë. Dhe tash ideja është edhe ne autorët nuk është se jemi kryeneç për çështjet të cilat duhet ndryshuar. Unë më qef do diskutoja sot për aspekte pedagogjike, metodiko-didaktike, sa janë qëndrueshme këto për këto zhvillime në cilat po ecim na, se sa të trajtojmë këto aspekte të cilat po i trajtojmë ne sot. Do me thonë, si koncepti përgjithshëm i autorëve është, ne nuk jemi për të mos diskutuar, ne nuk jemi për të mos i riparë tekstet shkollore, mirë për ne nuk jemi dakord që të cënohet e vërteta historike në këto tekste shkollore që besoj nuk e ka qëllim këtë kërkush. Dhe nuk do të lejojmë në një farë mënyrë që të cënohet edhe liria akademike. Që dalimi frashë të tutëm, se po flasim një shumë përgjithsume. Ku cënohet e drejta historike si pas jush? Në faqen 49, thot, ku përmendet pengesa e pushtetit osman në hapjen e shkollave shqipe, mendojmë të shkruhet si, thojnë komisioni. Si nga pushteti lokal osman, ashtu edhe nga kisha ortodokse serbe. Kjo është konstatim, më falë, greke, lutem, më falë, kërkoj falje për lapsus. Dhe kjo është pasaktësi shkencore. Kush e menaxhon të teritorin e Kosovës edhe të shqiptarisë në përgjithësi? Perandoria Osmane, pra jo kisha ortodokse greke. Kush mbas hapjes shkollës parë shqipe që e festojmë ne mbylli shkollën shqipe? A e mbylli kisha ortodokse greke apo e mbylli Perandoria Osmane? Domethënë, kjo është pasaktësi që unë absolutisht nuk mund të pajtohem. Tani keni drejtën e replikim, po. Dakor. Si shkurt mënyrë që të kemi mundësi. Tash e ka fjalën zoti Laça. Është diçka, duhet ta kemi të qartë. Kisha ortodokse greke, serbe, kisha ortodokse në përgjithësi, po flas, e ka pranuar vazalitetin, ka shpallur vazalitetin ndaj sultanit. Ka pasur privilegje shumë të mëdha. Dhe në këtë drejtim, Patrikana Ekumenike e Stambollit, si kupoll që ishte, kleri ortodoks grek, unë e di se vendimarrja ka qenë të Patrikana, ka qenë të Perandoria Osmane. Këtë është në rregull ajo. Por me gjithatë, duke pas parasysh atë vazalitet, kisha ortodokse greke me të madhe insistojke që të mbyllën këto shkollat, është bërë një presion, në veçanti pas shekullit 18, pas vitit 1774 me pasjen e Kyçik Kanergjisë. Presioni i madh ka qenë edhe ndaj Perandorisë Osmane, domethënë që të ndërmarrë masa. Mos harrojmë se Patrikana Ekumenike e Stambollit, kisha ortodokse greke, i konsideronte të gjithë shqiptarët ortodoks, i konsideronte grek pa të drejtë. Por nuk ka pas fuqi vendimarrëse, apo jo? Kush kisha ortodokse? Kisha ortodokse. Po s'ka pasur, po me gjithatë që qenë Perandoria, ka qenë, por Perandoria Osmane, me gjithatë, ka pasur një presion të madh, edhe ndaj Rusisë cariste, pikërisht pas vitit 1774. Pra të arsye dhe ju e keni bërë këto? Po pikërisht edhe për këtë, po. Kjo për mua është e papranueshme. Tash i kemi drejt shprehimin e tona, por kjo vetëm për debatin publik me zotin Mustafa. Prandaj. Po, domthonë në vërtetë që e kanë dhënë, atë nuk mund të qëndroj Perandoria Osmane dhe kisha ortodokse, po nëse çdo të kisha ortodokse greke, atëherë do të thotë kisha ortodokse slave, edhe serbe, sepse edhe kisha serbe edhe në territorin e Kosovës, në territorin domthonë në vilajetit të Kosovës, ata kanë qenë absolutisht kundër shkollës shqipe. Mirë, na dimi që Shqipërisë, aty është puna. Qendra ka qenë Konstantinopolli, kishës ortodokse greke. Po kalojmë edhe diçka interesante. Po jo, absolutisht. Fjalia dhonë, nuk flasim kur as për jugun. Jam fal, tekste nuk flasim diskutojmë më shumë. Tekstet flasin as për jugun e Shqipërisë, as për verën e Shqipërisë, por këtë çështje u diskutoi, nuk pajton ky dha mendimin e vet, Frashi dha mendimin e vet, diskutohet në debat. Frashi sipas jush, ku tjetër, po. Tash domon nëse asene ku cënohet drejta historisë që tha më herët, çaty po do të mirë, ne ta shënojnë Frashi në Cila pikë tjetër sipas juve e cënon historinë? Ne ta shënojnë flet më vonë se edhe unë të mos të lutem patjetër, urdhna. Shiqoni, unë
për herë të parë sot këtu mora vesh se këto ndryshime në fund komisioni do të konsultohet edhe me autorët. Absolut pajtohem me këtë që edhe unë e di që është shumë normale që ashtu është, por publikisht nuk është tonë deri me sot që do të konsultohet me autorët. Bile zoti, më falë, unë juve që kom dëgju, bile, më falë, unë se kom dëgjuën, minimumi 6 herë kam deklaru këtë. Kur ta ka po të pytjen në një emision televiziv, kur e ka po pytjen frashë, pëse s'na keni thirë neve, ka thonë, s'jemi të obligu në me thirë juve, kështu ju ke përgjeshti. Mirë po, se kjo shtypi, të ndalim në aspektin shkencor, flasim kjo shtypi e ka bot shtypin, vërtet, do më në opinioni e ka bot vetën, edhe do më mjetë dhe informimi kam bot vetën. Për këtë arsye në shtator vitit 2012, Akademia Shkencave Ata dhe Kosovës u bo problemi madhë. Mirë po ju si mjetët informimit, Akademia Shkencave dhe Instituti Historisë e organizu një sesion shkencor trajtimi perandorisë romake në tekstet e historisë, trajtimi perandorisë osmane në tekstet e historisë në Kosovë. Edhe atë janë trajtu, kanë marrë pjesë historian me kumtesat ndryshme, edhe autor tekstesh, edhe për shqipniste dhe mazhëriste e Kosovë. E kemi përcjell të. Jo e keni përcjell, por disa mjetët të informacion nuk e kam përcjell shumë. Nuk është përcjell, po diskutojmë, zot lutëm për këto që jemi mbledhur. Për muskeruar. Një farë mënyrë ka rëndësi. Ka rëndësi, po... Ka rëndësi se, për shemë të është trajtuar, shiqani, kur flasim të për interferencën, intervenimin e Turqisë në Kosovë, pa 2003 në Ministri i Arsimit i Turqisë ka shkuar në Tiranë, edhe Ministri i Arsimit Shqipnisë, edhe Presidenti Shqipnisë, të njëjtën gjë ka thonë. Mirë po ata i kanë përgjigjer në mënyrë ekselence, në mënyrë meritore, ka thonë të lutem, kjo është çështje e ekspertëve, ekspertët e Turqisë, ekspertët e Shqipnisë, le të rregullohet. Po megjithatë edhe këta kanë bërë komision për ekspertëve zoti. Vetëm kjo është bë komision për me u trajtuar tekstet tona, jo edhe tekstet e Shqipnisë. Këto reciprociteti, diçka kuptojmë çka është reciprociteti. Në rast se formohet një komision për mu trajtu tekstet, se si tekstet e Kosovës i trajton perandorinë osmane së turqit në vetë, atër duhet njëjtën kohë njëjti komision të edhe se si tekstet e Turqisë i trajtojnë shqiptarë, tekstet e historisë në Turqi i trajtojnë shqiptarë. Kjo është reciprocitet. Kemi trajtu këtë temë me ta. Unë nuk e di s'pako, s'kom dëgju, kjo do t'i thuhesh. Edhe ekspertët këtë lidhe, ekspertët do mund duhet ta trajtojnë. Edhe, më falni, tekstet tona janë më të vërtet bilur në krahasim me tekstet tjera. Vetëm një shembull për ta mësuar e kom pas në seksion të Akademisë të Institutit, trajtimi i perandorisë osmane në tekstet në Maqedoni, në Serbi dhe në Kosovë. Në Serbi shkon qaq larg, në Serbi tash a ka intervenu Ministria e Arsimit e Turqisë dhe Turqia në Serbi nuk e di. Zoti Mustafa tha që po. Zoti Mustafa tha po, nuk e di, ama s'kam informacione kështu se kom pa në mjete kështu nuk e kom pa. Por nuk e di a serbët sa që perandorinë në vërtet dinastinë osmane, në tekstet që mësojnë nxënësit që të në Graçanice, që të në Kosovë, të qenë të Serbisë, nxënësit të Serbë, perandorinë këtë dinastinë osmane e quajnë dinastie Osmanoviqe. Ata dhe aqë shkojnë dersa që edhe i përkthejnë edhe ja përshatin natyrës dhe gjuhës tyne. është jashtë do bizare. Ne, unë po them, grupi eksperteve që ka hartu planet në Ministrinë e Arsimit në vitet 2000-2004, këta kanë një përvoj për vitit 1992 kanë punu, bile, këte, se në këtë ras, për 92 deri 2000, dikon, janë përdorë në Shqipëni dhe në Kosovë tekstet e përbashkët të historisë. Faleminderit shumë, zotë Femi. Frashër, ku si pas te tjetër... Shikon, do vetëm edhe një fjali. Nuk mujmë na të ndryshojmë historinë e popullit shqiptar se kanë hise edhe Shqipëria edhe krejt shqiptarët, ku do që janë. Në faqe 62, thuhet fjalia dhunë dhe vrasje, mendojmë se duhet zëvendësohet me fjalit pushtim dhe burgosje. Kjo nuk është ekuivalente, nuk është njësoj. Nuk autori nuk e shpreh fjalen dhunë dhe vrasje me fjalen pushtim dhe burgosje. A ka pas vrasje në kone për Andris Osman? Po si s'ka pas vrasje? Ka pas vrasje të shumë ta. Pse është ndryshuar zoti Raqa? Po, shqipri. Mendohet kështu vrasje, konflikti armatosur, aty njëra parë... Nuk ka qenë konflikti armatosur, nuk ka qenë një luftë. Një, dhe e dita tash, po për shembull, e keni edhe me një që libri i klasës 5. Për shembull, thot, një farëveni, intelektual, thot, dhe patriotët shqiptarë ndiqeshin, burgoseshin dhe vriteshin nga qeveria osmane. Këtu është ai pasuesi ku bëhet fjalë për hapjen e shkollës. Po, klasa 5. Ku bëhet fjalë, po, faqe 62. Ku bëhet fjalë për hapjen e shkollës
shtëpar shqipe. E tash, do më thënë bëhet fjallë për atë periudhë. Proshe, është një çështje vetëm këtu diçka. Edhe në çështje është. Perandoria Osmane, kjo qeveria Osmane, nëse pas ka vra. Unë pajtohem me atë se ka përndjek. A ka pas vrasje si pas qështë, si historian në kohën e Presidentit Osmani? Po flasë prapë për ato kohën të pasusit, te hapja e shkollave, shkollës parë. Po, dhe më thonë në këtë rast. 2 vite më herë, 3, le të regohet do një rast për shembull që perandoria Osmane ka vrar intelektual dhe patriot shqiptar. Ju thoni s'ka vrar. Ka vrar. Po, në jug po flasë. Kjo është histori klasës 5. Ta shleni. Me qinda intelektual i ka vrar i ka profesor Raqa. Nuk mund të zajnë vend shumë sende historike atë të shkurë. Nuk do të nxirret fjalia pej kontekstit tekstit. Po duhet të mund në përgjithësi. Teksti që si shka. Qeveria Osmane fiksoi nga shkollimi shqiptarëve në gjuhën e tyre amtare. Intelektualet e patriotët shqiptarë ndiqeshin, burgosin dhe vriteshin. Janë djetë, janë burgos, por edhe janë vrarë. Në këtë rast, por ku? Ku, në cilën pjesë atë? Nga kjo qeverie cila nuk e lënë të hapin e shkollave shqipe, do mon. Pse nuk janë vrarë? Nuk janë vrarë. Vetëm një pyetje të bëj ty Shkelzen. Në rast se nesër i rregullojmë marrëdhëniet me Serbinë, jenë bisedime, që kushtimisht dhe mbas 5 vjetë do t'i rregullojmë se mbas 9 vjetë. Mbas 50 vjetë. Mirë, mbas 50 vjetë. Edhe kemi raportet e mira. Atëherë do mund tekstet e historisë nuk mund shkrymi që ata kanë vra me mija vetë 99-ën e 2000-ën, 98-ën, 99-ën, 81-ën. Kjo është një qeshme. Kjo është trajtimi politik, kjo t'alon. Trajtimi politik, historia është histori, nuk mund ndrotë. Serbia ka ushtrodhun si kurse perandoria Osmane. Zoti Raqa, pse duhet ndryshuar, në qoftë se për shembull faktet historike thonë se perandoria Osmane, ushtrit e perandorisë Osmane kanë vrarë gjatë luftrave, pse duhet ndryshuar? Dhe kjo nuk do të bërë ndërlidhjen ndërmjet shtetit sotëm Turqisë moderne me perandorinë Osmane. Nuk kemi thënë na populli Osman. E di pse po them këtë? Populli turk, por kemi thënë qeveria. Sepse kjo nuk nxit urrëtie. Ne për shkak unë personalisht mekanizmin e dhunës. Jo, kemi ndikur popullin. Unë një pyetje logjike po bëj. Unë si gjenerat e re, në historinë tonë kam mësuar që perandoria Osmane ka bërë luftra, ka bërë vrasje në tokën tonë, por ne kemi simpati për Turqinë për shembull. Që do thotë nuk nxit urrëtie këto tekste tek gjeneratët e reja. Këtu duhet ndërlidhen pse duhet ndryshuar ato. Kur faktet historike flasin kështu. Unë nuk po flas për ndryshim tash këtu. Jo, për ndryshim. Kjo është ndryshimi i kontekstit. Nuk është ndryshim absolutisht thelbësor. Jo, zoti Raqa, nëse thuash që hiqet fjala dhunë dhe vrasje dhe vendoset pushtim dhe burgosje është ndryshim. Jo, është ndryshim. Burgosja dhe vrasja kanë ndryshim. Nëse diskutimi publik dhe autorët e teksteve i pranojnë, zoti Raqa, ju e keni ofruar versionin tuaj dhe në fakt ju e keni bën ndryshimin. Është çështje tjetër, a do e pranoj diskutimi publik dhe autorët këtë ndryshim që e keni ofruar ju? Por në bazë kësaj që kemi përpara dhe e kemi marrë me shumë mund, zoti Raqa, ju e keni finalizu, e keni në fund në shkrimin, shiko tani, lutem, unë e thash që përsëri edhe një herë do të rishikohet kjo, ku e keni, unë po flasë për çështjen që duhet do më thënë të ishte precizuar në cilin rajon kështu të Shqipërisë, raporti. Tjetër është në qoftë se pranohet apo s'pranohet në diskutime publike dhe nga ekspertët përkatësisht. Shumë intelektual shqiptar pas ka vra perandoria Osmane, qeveria Osmane. Është vërtet që i ka vra. Shumë pas ka vra. Dhe në bashkëpunim me kishën ortodokse greke, sidomos në jug, për shkak se e tha dhe ju, kanë komunikuar shumë mirë mes vete dhe pretendimi ka qenë dhe kshifet edhe sot, kur shqiptarët quhen mbetje Osmane, që janë miku tim, është miku im, është bashku pushteti Osman me kishën ortodokse greke, për të mos lejuar që shqiptarët me besim ortodoks t'jenë prijetarë të proceseve, qofshin ato kulturore, arsimore apo tjera. Dhe këtu e dim se gjithë se kanë bashkëpunuar. Jo, po duhet edhe në aspektin politik të ndërlidhem tek një deklaratë e zotrit Ahmet Davutoglu, ministrit të punëve të jashtme, kur thotë se Turqisë nuk i pëlqen që kosovarët të mësojnë historinë e interpretuar nga Tito apo Enver Hoxha në Shqipëri. Si e komenton ju, zoti Mustafa? Është e pandershme që ne ti komentojmë deklaratat e një ministri punëve të jashtme të një shteti, po unë e di cila ka qenë drejt vërtet me shtetin tonë dhe me historinë tonë. Unë e di cila ka qenë deklarata e kryeministrit tonë dhe e ministrit punëve të jashtme dhe e ministrit të arsimit.
të Republikës Kosovës. Cila ka qenë? Dhe që të tre kanë thënë që historinë e shohin historianët. E shohin ekspertët dhe nuk kanë dhënë kualifikime që historianët Kosovë janë historianë të Titës apo të Enverit apo diçka tjetër. Pra, ne e njohim ekspertët që i kemi në Republikën e Kosovës dhe çfarë do libri që ata do të nxjerrin dhe që kalon në për procedurat e përzgjedhjes së teksteve shkollore, Ministria e Arsimit i pranon. Si Ministria e Arsimit do të jemi të hapur që cili do shtet i cili pretendon që në tekstet tona shkollore ka fjalë fyse ndaj shtetit të tyre ose popullit të tyre, ne absolutisht nuk do të fiksojmë, do të thojmë urdhra, formojmë komision dhe i shërtojmë cilat janë ato, argumentoni. Edhe i debatojmë. Nëse librat tonë janë kaq të mirë, pse na kemi frikë që t'i debatojmë me në cilin do prej shteteve? Le t'i argumentojnë ata. I argumentojnë edhe pola jonë. Dhe kur ne do takohemi me turq, do ta bëjmë debatin me qytetarët e Republikës, me ekspertë e Republikës Kosovës dhe në fund me autorët, do të vret më së miri që megjithatë librat tona, të cilat janë në qarkullim në Republikën e Kosovës, me disa pasaktësi të vogla që mundin me qenë në periudha të ndryshme, por që nuk kanë bëjnë vetëm me turqit, në përgjithësi i plotësojnë kriteret për libra shkollor. Me cilët turq zanës ministër? Kush do t'ullet? Me Osman, më falë. Jo, të lutem. Tash me këta që kalon? Po, me këtë komision që do vjen nga Turqia. Dëgja, Frosher, me komisionin që do vjen nga Turqia, ne do flasmi shumë hapër, e para do t'i shkëmbejmë për gjitha testet shkollore. E dyta, ata turq që do të vinë në Republikën e Kosovës, nga i teksteve që e kanë për testet shkollore, ata e kanë një raport që e përmenda i vitit 2006, kur e kanë miratu kjo, ose që e kanë prezentu shoqata e mësimdhënësve turq të Republikës Kosovës, dhe ku ekspertët tonë, se cilin pretendim tyre me fakte shkencore do të hedhin. Do të thënë komisioni. Do të argumentojnë. Komisioni. Po komisioni se... Komisioni, më faqë, Frosher, ky komision... Unë nuk do të vi, sepse unë së përrinë në impresion. Ky komision do t'i përmbledh edhe sugjerimet që do t'je pola turke. Dhe pastaj do të diskutohet gjitha me autorët. Bindu në ju dhe të bindet qytetari i Republikës Kosovës që nuk ka ndërmend askush ta ndryshoj historinë e Republikës Kosovës. Jo të vetëm të Republikës Kosovës, për historinë në popullit shqiptar në përgjithësi, sepse po flasmi për periudha deri në vitin 1912. Do të historia e popullit shqiptar. Tash, a mund të ketë në tekste shkollore gabime, të cilat kanë mund, ato nuk janë. Na kemi raste për shembull, na kemi raste kur një tekst shkollor thuhet që princi shqiptar flitet për Teodor Muzakën, në klasën tjetër për të njëjtën ngjarje thuhet Theodori de Muzaka. Që do sqaron. Ne i morëm ose kemi pasur një debat tjetër, ju kujtohet Frosher në jetën Kosovë ku dikush ka bërë një lumtim, ka gjetur disa pak saktësi ose gabime të vogla teknike në libra, por ne kemi thënë, ne pajtohemi që ato mund të jenë gabime, por na mund diskutoj për peshën e gabimit, sa ndikon ai gabim në edukimin, emancipimin e një fëmije, dhe nëse ndryshohet datëlindja, viti i lindjes së një personaliteti që ka jetu para 5-600 vjete, ai mund pranohet si gabim teknik, por nuk mund thuaj që ai gabim e dëmton një libër në përgjithësi. 69-96 ka qenë. Ajo është ato gabim teknik është ai. Kështu që unë mendoj që kemi qenë prej fillimit si ministri jashtëzakonisht shumë korrekt trajtimin e gjitha çështjeve që janë shumë. Ne nuk kemi vrejtjet e institucioni ministrisë, ne kemi vrejtjet e komisionit. Jo, ne nuk dëgjojmë komisioni ka bërë ndryshime, komisioni ka bërë sugjerime. Jo, këto ndryshime sugjerime. Jashtë janë sugjerime. Vetëm për opinionin e ndryshimeve se këto opinionin nëse më lënë vetëm një gjë ta sqaroj. Në vitin 2008, ju e dini që kemi jo autorët me propozimin e Ministrisë së Arsimit keni bërë disa plotësime në tekstet e historisë. Për arsye se është futur edhe akti i shpalljes së pavarësisë Kosovës. Po edhe atëherë nuk e ka bërë Ministria e Arsimit. Ministria e Arsimit i ka ftuar shtëpitë botuese dhe u ka thonë është mirë që gjatë ribotimit të teksteve shkollore të futën këto. Dhe shtëpitë botuese u kanë thuar juve autorëve. Jeni ju autorët pastaj ata që keni bërë ndryshime. Do të dalëm se mu largut prej pyetjes zoti Mustafa për deklaratën e Davutoglut që thash. Megjithatë ajo ka goxha do të kisha thënë mesazhin e vet, cilin ai ka thonë domethënë që nuk i pëlqen Turqisë, që kosovarët e mësojnë historinë e interpretuar nga Tito. Ju si historian, zoti Raqa, si e komentoni këtë deklaratë? A ka të bëjë që ajo se historia jonë ka qenë indikuar nga komunizmi, apo pse ka thënë këtë? Si pas jush? Duke di, por ka ekzistuar atë një farë shabloni, kështu si të thoshim, se
perandoria osmane nuk është quajtur shpeshherë perandori turke, turqit kanë qenë bartës, do më thënë, të asaj perandorie. Ndoshta në atë kontekst mundohet që ta ketë kapur zoti. Ama në librat tonë nuk thot ashtu të historisë. Jo, unë s'po them për tash. Unë po flas për maje. Që është një gabim, duke marrë parasysh faktin se me pushtimin që i ka bërë perandoria osmane, për shembull, në kohën veçanti të Sultan Muratit dhe më tutje, ai ka qenë një konglomerat popullsh, një sallat popullsh. A mos ka qenë një tendence për të futur në këto diskutimet me Republikën e Kosovës për këto ndryshimet e termave? Tash i pak po na ngushton sepse këto janë çështje hipotetike, po si do të qoftë diplomati asnjëherë nuk flet pa sens. Jo, asnjëherë deklaratat publike të një diplomati kanë mesazhin e vet. Patjetër se kanë mesazhin e vet. Pse s'e komentojnë deklaratat e diplomatëve të Kosovës, që kanë qenë jashtëzakonisht korrekte? Ne si shtet mbojmë përgjegjësi për deklaratat që japin zyrtarët tonë. Dëgjoj zëvendës ministri, unë që në fillim e thash domethënë fjalën që ka thënë dhe kryeministri, edhe zëvendës kryeministri, edhe ish ministri i arsimit, edhe ministri aktual. Domethënë që të gjithë janë të një konstatimi që historinë duhet ta bëjnë historianët. Dhe unë jam shumë falënderues për punë. Absolutisht. Ne po diskutojmë, a janë këto deklarata presion për Republikën e Kosovës? Këtu duhet të ndërlidhen. Në rregull, për deklaratat domethënë të politikanëve kosovar, kredo është okej. Po më intereson, a është ky përmes këtyre deklaratave, a është një presion ndaj shtetit të Kosovës? Ajo mund të ketë një tendencë. Kjo është neo-otomanizëm është kjo. Në konceptet politike kjo është neo-otomanizëm. Unë konsideroj se ajo është një deklaratë që absolutisht nuk qëndron. Pse? Sepse tekstet në Shqipni edhe në Kosovë pas viteve 90, absolutisht janë ndryshuar. Edhe asnjë nga autorët nuk janë autorë të implikuar nga komunizmi i Titos apo i Enverit. Absolutisht një. Përgjigje nëse përgjigje që e kanë dhënë politikanët tonë, zavendës ministri jashtëm, ministri arsimit të tre, që kryeministri që i kanë dhënë, domthonë ato kanë qenë përgjigje domthonë dinjitoze edhe profesionale. Në rregull, nuk po diskutohet kjo. Prandaj, nuk po më intereson, a është presion përmes këtyre deklaratave? Ai për presion e ka bërë, se për Suzi nuk e ka bërë, por në faktikisht domthonë që ne pranofshmi na presionin. Tash, nëse se kanë pranuar Shikon nuk është unë kam këtu dy paramendime. Ju thonë që nuk është presion, Frashi thotë që është presion. Unë po mënona me argumentu, zoti zëvendës ministër. A di pse? Nuk është se kom bëna i heroizëm që kom lexuar këtë libër, që jemi të qartë. Mu dash, më ka vi për emisionin dhe shumë gjëra tjera i lashana për ta lexuar këtë libër. Dhe nëse lexojmë Davutoglun me vëmendje, kjo është neosmanizëm, është shqip. Dhe shihni çfarë thotë. Thotë se Turqia nuk mbrohet Turqi. Turqinë duhet ta mbrojmë larg. Nga pjesa e Evropës duhet ta mbrojmë tek mbetjet osmane, tek Bosnia Hercegovina, Bosnjak dhe shqiptarë, Shqipëria dhe Kosova. Domethënë tash nuk ka se si vim deri te një konstatim. Sado që unë mbas asaj që e kam lexuar. Ky është një diplomat i jashtëzakonshëm. Ky është një diplomat i jashtëzakonshëm, por pretendimet janë thellësisht politike dhe diplomatike për autoritetin e shtetit sotëm turk në zonat ku dikur ka dominuar perandoria. Frashi, vetëm një pyetje kam për Frashin. Sipas jush, këto pretendimet e Turqisë, domethënë dhe presionet ju që po i çuni për ndryshimin e këtyre termave në librat e historisë, ka të bëjë me këto mbrojtjen e perandorisë osmane së Turqisë? Patjetër që ka, sepse fillimisht nëse ne duhet shtojmë simpatinë për shtetin turk, atëherë nuk duhet ta shohim si anemik, si urrëtie, duhet formohen gjenerata me simpati për perandorinë osmane, pastaj realizohet se fundja ky është pretendimi i diplomatit, diplomati ka i target shumë larg, jo ad hoc aty për aty. Si qeveri, si ministri? Pse ka pretenduar që ai të bëj presion me atë deklaratë ministri punëve të jashtme të Turqisë? Këtë nuk mund ta konstatoj, për arsye se ai mund ta ketë pasur atë qëllim, por mund të argumentoj që ajo deklaratë e tij nuk i kemi pranuar si presion ne. Dhe nuk e ka bërë komisioni është bërë më herët para se të vijë ky. Po është kjo pjesë e vazhdimësisë së deklaratës. Se edhe din qerja thotë deklaratën tjetër. Para se ta jep këtë deklaratë është bërë komisioni. Prandaj ne as që e kemi marrë si presion dhe binduni që nuk do të mund të na bëjnë presion në këtë drejtim. Dhe kemi të lashë zëvendës ministër me eshnat e Sami Frashit, s'po na japin. Janë këto gjëra që lidhen. Takimet që kemi pas me palën turke, ne kemi ngritur edhe çështjen e trajtimit të historisë popullit shqiptar në tekste shkollore të Republikës së Turqisë. E dyta, kemi hapur çështje
të organizimit debateve mes ekspertëve, historianëve, turq dhe atyre shqiptarë, qoftë Shqipërisë, qoftë Republikës Kosovës, në mënyrë që debatohet për gjitha çështjet që kanë bënë me historinë mes dy shteteve. Pastaj, po ndalim te libri që është. Ta dim që edhe në Kosovë ka autorë të ndryshëm, historianë të ndryshëm të Republikës Kosovës, të cilët kanë nxjerrur libra, të cilat libra janë në qarkullim dhe trajtojnë perandorinë osmane në forma çfarë kanë menduar autorë që është më së miri ti trajtojmë. Dhe ato nuk i komentojmë, dhe ato as që kemi pranuar asnjëherë që ato të jenë pjesë e diskutimeve tona me palën turke. Por po diskutojmë për çështjet që kanë bëjnë me tekstet shkollore. Edhe me Republikën e Serbisë ne përmenda një takim kur e kemi iniciuar këto, pastaj mos harrojmë vitin 2010, ne kemi bërë publike një prezantim, një komisionit pavarur për shqyrtimin e teksteve shkollore dhe materialeve në gjuhën serbe, të cilat përdoren në Kosovë, për arsye se me ligj Sërbët do të kenë të drejtë të ardhmen të përdorin tekste nga Republika e Serbisë, por që ato paraprakisht si kërkesa do të miratohen nga Ministria e Arsimit dhe Ministria e Arsimit do të bëjë sugjerimet se çfarë do të hiqet në ato plan programe, sidomos çështjet që cenojnë integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Republikës të Kosovës. Edhe atëherë te presioni po duhet mbet, mos largohemi nga kjo. Ne nuk e trajtojmë si presion. Ata kanë mund pasër qëllim që të na bëj. Ka mund pasër qëllim që të na bëj presion, por ne asgjë e kemi pranuar presion dhe do të binden edhe autorët e teksteve shkollore që Ministria e Arsimit nuk do të ushtroj as ndikimin më të vogël, as presionin më të vogël ndaj autorëve që ta thonë fjalën e vet. Dhe nëse do të ketë argumente që të bëjnë një ndryshim, do ta bëjmë bashkërisht. Nëse nuk do të ishte presion, ju nuk do të kishte formuar një komision, i cili do të ta kishte bërë rishikimin e këtyre teksteve. Mos e trajtoni si presion. Unë po e theksoj edhe një herë. Po mira, është presion. Cili do prej shteteve të Evropës ose të botës, i cili pretendon që në tekstet tona shkollore ka fjalë, ka terma të cilat ata mundin të fyer, ne formojmë komision pa problem. Ne shqyrtojmë dhe debatojmë me ta. Edhe ja argumentojmë që është apo nuk është. Prandaj pse po e merrni me Turqinë është bërë publike, ata e kanë kërkuar në formë publike dhe ne nuk kemi dashur ta bëjmë. Deklarata janë një lloj presioni, për shembull është edhe ministri Dinçer që e tham pak më herët se paragrafet e librat e historisë janë fyerje për Turqinë dhe personalitetet të këtij vendi. Sipas tyre. Sipas tyre. Dhe po na thonë ata. Ne jemi duke i përdorur argumentet përmes komisionit, përmes debatit, përmes ekspertëve. A ju ka shtyr këto deklarata të formoni komisioni? Takimi para se t'i bën deklaratat është formu komisioni. Po. Dhe kush ju ka shtyr ta formoni komisioni? More ka qenë kërkesë që Ministria e Shtetit Turqisë apo? Ka qenë kërkesë që Ministria e Arsimit të ndryshojë tekstet shkollore dhe ne kemi thënë absolutisht jo. Nuk merret Ministria e Arsimit me ndryshimin e teksteve shkollore. Ne do të formojmë komision i cili do të shikojë qëndrojnë apo nuk qëndrojnë pretendimet e palës turke. Dhe unë nuk shoh pse kot keqe këtu. Edhe kjo në raportin tuaj i keni dokumenti i dorëzuar nga ambasada turke përfshin 25 materie, pjesë e leximeve letrare duke filluar që nga klasa, domethënë edhe i kanë analizuar dhe ambasada turke. Jo, edhe këtë material që e ka ndërzuar pola turke, Ministria e Arsimit e ka posë nga viti 2006. Që e përmenda. Është i njëjti material të cilin në ministri si çështja e ka ngritur lidhja e mësimdhënësve turq që janë në Republikën e Kosovës. Sqaromi. Ajo që unë po duhet sërish të mbes se ju po e mohoni vazhdimisht që është presion. Po jo, më rast që e morin presion. Edhe le ta harron dikush që mund bëj presion sa i përket çështjeve teksteve shkollore. Ne kemi parim që do të mundohemi të përfilmë në gjitha kriteret që janë hartuar nga institucionet të ndryshme ndërkombëtare, sidomos nga sugjerimet dhe rekomandimet që dalin nga Këshilli i Evropës dhe konform atyre do të veprojmë si shtet, do të lëvizmi si shtet për arsye se duam që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe ato nuk i marrim asnjëherë dhe nuk i trajtojmë si presione. Frasha pse sipas jush është presion? Tash unë çmoj deklaratat e zamës ministrit, por na del politikan dhe diplomat i shkëlqyer, unë jam absolutisht dakord. Dhe të jem shumë i sinqert, nuk është përgjegjësia. Këtë punë e kanë patjetër, jemi dakord, absolutisht, unë e thash e çmoj. Puna jonë është me pyetje. Dhe të jemi sinqert, nuk është përgjegjësia sikur e zamës ministrit që në këtë rast nuk fletë si historian, po fletë si burshtetas, është zëvend si ministri smashtit, sikur se përgjegjësia ime si studiues. Unë asnjë lloj presioni nuk e kam. Ajo që po t'intereson, unë dua ta them. Për mendimin tim, duke trajtuar këtë çështje si studiues, me pak sens diplomatik, me që trajtojmë ka pak marrëdhënie ndërkombëtare, për mua është presion.
Dhe është shumë e natyrshme. Ku është ti? Vetëm një sekond. Ku është që është presion? Është shumë e natyrshme. Te këto deklarata? Absolutisht te deklarata. Bile për mos më shku ma larg, ka njerëz që e kanë vlerësuar si një farë mënyrë, një farë lloj atak diplomatik. Sepse erdhi këtu, mi diskutuit, njerëz analistë ndryshëm që ju i shihni gazeta dhe televizionet për çdo ditë. Dhe ne jemi munduar që të jemi shumë të rezervuar në këtë çështje dhe çështjen si të tillë ta trajtojmë me shumë seriozitet, pa eufori, edhe pa ndonjë farë lloj emocioni, por vetëm ashtu si është, sepse të jemi shumë korrekt. Kur kujt nuk i levërdis që të prish marrëdhëniet me Turqinë sot. Por nuk na levërdis as të shtrëmbrojmë faktet historike. Dhe Turqit duhet ta dinë. Dhe Turqit duhet ta dinë. Miqtë sinqert në Ballkan i kanë shqiptarët, asnjë tjetër nuk e kanë. Dhe Turqit duhet na falenderojnë. Për çka? Për Mustafa Kemalin, pastaj për Mehmet Akifin, Mehmet Akif Bejen, e tjerë, sepse shumë shqiptar kanë dhënë kontribut edhe në kohën e Perandorisë Osmane, edhe në kohën e krijimit të Turqisë moderne. Zoti Raqa, për ju, a është presion? Ti kërkohet një shtetit të ndryshon disa gjëra në një për të historisë? E ka thënë, natyrisht, Ministri i Arsimit, dhe e ka shtruar këtë çështje. Mu përmë të sëllu si historian që Pse s'po e pyesni ndryshe, zotin Raqa? Pse s'po e pyesni zotin Raqa? A ka ndikuar që dikush nga Ministria e Arsimit bëj presion në komision? Jo, nuk e thashë, po, jo. Dhe atëherë... E di se po e thamë, profesor. Atëherë shifët më mirë se a ka bërë... Unë pavarësisht... Unë prapo i them pavarësisht... Ne nuk e bëjmë atë pyetje sa ashtu nuk e mendojmë. Do më thonë. Se me pas menduta kësha shtruat pyetje. Unë veproj pavarësisht në thot çka ka deklaruar Ministri i Arsimit të Turqisë. Unë veproj edhe kam vepruar në mënyrë të pavarur. Pra pe them këtë, një dhe e dyta. Jo, në rregull. Zoti Raqa, ta sqarojmë, nuk pju pyes a keni pas presion prej ministrisë. Po të pyes si historian, si shkencëtar, pju pyes si kryetari komisionit. A mendoni që ky është presioni i Turqisë? Presioni i Turqisë apo i Ministrit të Arsimit? Ministri i Arsimit është Turqia. Po mirë. Ai përfaqëson Turqinë. Ai e ka shfaqur një mendim të tij. Jo, dy ministra, Ministri i Arsimit dhe Ministri i Punëve të Jashtme. Edhe punëve të jashtme, po. Ai e ka thënë një mendim të tij. Nuk është mendim i tij, është mendim i qeverisë turke. Mendim i tij që unë e konsideroj të gabuar. Mendim i qeverisë turke. E konsideroj të gabuar, po. Kjo është ajo. Dhe në këtë moment unë nuk mund të them tash a ka qenë presion apo jo. Nuk mund të them kompletisht a ka qenë presion apo jo. Si politikan që është si ministri i jashtëm, ai e ka thonë me qëllim presioni. Por ne do të jemi të kujdesshëm. Ajo çfarë ne si duhet ne të cilëmi? Ne do të jemi shumë të kujdesshëm. Këtë rast, spari qeveritarët, pastaj edhe shkencëtarët, edhe të gjithë ne do të jemi të kujdesshëm në mënyrë që të shkojmë dal nga dal dhe dalim prej kësaj situate, sepse ata nuk na kanë shtinë këtë situatë që ata të rriqen. Dalja kësaj situate po dihet, e thanë edhe zëvendës ministri edhe zoti Raqa. Do të shkojë tek komisioni do të shkojë tek debati publik me ekspertët edhe me autorët diskutimi. Po në rregull, do të shkojë. Dhe atëherë do të përfundoj. A do ta pranoni ju si autor këto tekste me këto ndryshime që ka bërë komisioni? Pa u diskutuar, fjalë për fjalë, pikë për pikë, nuk i pranojmë. Kështu siç është te ky raport. Jo, siç është absolutisht nuk i pranojmë. Siç e ka dhënë komisioni për momentin, unë nuk i pranoj. Mos harrojmë që deri sot vihet te debati me autorët në fond, mund të ketë sugjerime të tjera. Për debateve që do dalin, mund do të komisioni do rishikoj edhe një herë, do të rikthehet kësaj çështje. Nuk është përfundimtar ky raporti? Absolutisht. Do të rikthehet kësaj çështje. Do të rikthehet, e ka lexuar ministri, normalisht që kemi lexuar. A ka dhënë vërejtje ministri? Tash për gjërat që a ka vërejtje ministri zëvendës ministri në përmbajtje, ne do t'i themi në debatin publik që do t'i organizojmë, për arsye se tani na ka mbetur edhe 5 minutë dhe unë mund t'i kem mendimet cilat. A jeni i kënaqur me këtë raport ju personalisht si zëvendës ministri? Unë jam i kënaqur me përkushtimin me cilën ka punuar komisioni. Po. Pastaj unë pres që komisioni t'i ballafaqojë argumentet me autorët e teksteve shkollore. Dhe atëherë do të shohim kush do të ofroj argumente më shumë se çfarë do të qëndroj. Dhe mua më pëlqej që edhe autorët thanë, nëse do të ketë argumente, do të ketë fakte, ne absolutisht do të jemi ata të cilët do të bashkëpunojmë. A do jepni dritën e gjelbër këtij raporti? Dua ta them.
Po ende nuk është raporti sepse ende nuk ka marrë fazën përfundimtare. Faza përfundimtare është përsëris për 10-ën herë. Momenti kur do të debatohet me autorët e teksteve shkollore. Ai do të quhet raporti përfundimtar, që do të tel nga komisioni dhe nga grupi i ekspertëve që do ta diskutojnë. Ju si ministri e kanë fjalë. Ju domethënë vendosni pasi ta shikoje komisioni edhe debati pas debatit publik apo? Në rregull. Sepse jemi institucion dhe institucionet veprojnë në këtë mënyrë. E dyta, keni besim shumë të madh në trajtimin e çështjes ose në qëndrimin që deri më tani ka mbajtur ministri Buja, i cili shumë sinqerisht edhe shumë me përkushtim e ka trajtuar këtë çështje, domethënë këtë shqetësim të ngritur nga pala turke, dhe të njëjtën kohë ministri Buja është shumë i bindur që ekspertët tonë, autorët tonë teksteve shkollore do të tinë të argumentojnë çdo gjë të cilën pala turke pretendon ndryshe. Prandaj këtu mos të ketë dyshime, mos të ketë hezitime dhe mos të ketë përhapje të panikut të qytetarëve të Republikës Kosovës se dikush do ta ndryshojë historinë. Për fund, Zoti Rasha, shkurt, ju lutem se kemi 1 minutë e gjysmë dispozicion. Raportet Perandoria Osmane dhe historia shqiptare janë në disproporcionat kuptimin që Perandoria Osmane ka qenë pushtuese, shqiptarët me rezistencën e tyre, me lëvizje që i kanë bërë, kanë qenë lufta qeveritare. Perandoria Osmane për mua, për komisionin, është pushtuese, sikurse çdo perandori tjetër. Na do të shkojnë tutje, vetëm me diçka përsëri po potencoj. Perandoria Osmane e dhunshme? Pushtuese. E dhunshme? Pushtuese, po natyrisht edhe dhuna, po mirë rregull kur e përdorim zoti Korap, kur e përdorim në fjalën pushtuese, edhe sundimi, ju lutem me diçka, edhe sundimi, po çdo sundim është i egër, vetëm mund të ketë nuanca. Në rregull. Çdo sundim është i egër. Në rregull. Për fund, shumë shkurt, me 2 fjali për fund, çfarë mesazh doni të jepni? Në fillim e thash se tekstet tona janë më të mira se sa të gjitha tekstet në rregull. Këtë e tha njerëz. Absolutisht. Prandaj edhe domon asnjë vërejtje si autor teksti nuk pranohet pa u shqyrtuar në kontekst të fjalisë edhe në tekstat. Absolutisht. Përfundimisht unë mendoj që Perandoria Osmane ka qenë pushtues pastaj sundues. Argumentet shkencore për çdo ditësar që dalim ne jemi të gatshëm i pranu dhe mendojmë që shkenca duhet të evoluojë dhe të zhvillohet. Dhe për fund, një lajm i mirë, po sa më ka ardhur dhe pak më herët e kemi me shqirit, domethënë lajmi i fundit, Guajana njerë shtetin e pavarur të Republikës Kosovës. Pra, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës Enver Hoxha, përmes një bisede telefonike që ka zhvilluar sot me Ministrin e Punëve të Jashtme të Guajanës, është informuar për vendimin e qeverisë së Guajanës për të njohur shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës. Domethënë, nuk e di po me debat me fat ishte. Inshallah dhe Guajana nuk na thot me ndryshu historinë. Po s'kemi të bëjmë me këta. Se kanë deklaruar turqit. Jo. Okej, ju faleminderit shumë për diskutim. Do të ketë edhe diskutime të tjera, ju premtoj pikërisht për këtë temë, pasi të bëhet debati publik dhe diskutimi me autorët. Faleminderit shumë. Jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë edhe të drejtën e ekskluzivitetit debateve. Televizionin nëse jeni të interesuar. Gjithmonë jemi të hapur për gjitha palët, për gjitha partitë politike, si për pozitën, si për opozitën, për gjithë ne janë njësoj. Faleminderit që ishit tani në këtë diskutim, shimin e debatet tjera. Të nderuar shikues, këtu i japim fund këtij diskutimi. Mos harroni pra të na shkruani gjithmonë në faqen tonë në Facebook, Randevu Vi RTV 1 Deri të shtunën tjetër, mirëmbëjtje.